Qa mendimi ke për ato dronet në New Jersey? Unë kam thua të mendimin, tim në mënyrë të tani, por ato janë thjesht drone që ngrihen nga njerëz të ndryshëm. Njerëzit kanë qejf të bëjnë drone, është pasion i njeriu ai. Kjo gjë nisi nga këto shoqata që duan ufot. Faleminderit duan Tokyo. të përhapin ufot nëpër mendjen e njerëzve, që kur ufot kanë ardhur konspiracionistë normalisht. Dhe kjo u pëlqy nga njerëzit. U morin mas. Ka disa mijëra dron në natë që ngrihen në Amerikë. Nashta dhe jo vetëm në Amerikë, po. Edhe normalisht pëlqej nga njerëzit. Kush ka drona në shtëpi, i modifikon nxjerrjen. Këtu ishin me ofertë shumë të madhe dhe Po, drona shumë të mirë, bleva edhe unë. $50 droni. çfarë besimi je? Besimi nga familja e kam ortodoks. Besimi nga familja, por unë nuk besoj. Unë nuk besoj në asnjë lloj nuk besoj as në shkencë, jo në gjëra të tjera. Por që nga familja e kam ortodoks. Nuk flasim për besim këtu, Jo, se nuk kam lidhje me besimin. çfarë ndodh me energjinë tonë pasi trupi vdes? Energjia jon është vetëm energji kimike. Dhe kjo energji kimike thjesht vazhdon të funksionojë në këtë botë, në natyrë. Energji kimike, domethënë thjesht përhapen si energji në natyrë, reaksione kimike bashkëveprojnë elemente nga ato ca elemente kimike formohen ca elemente tjera, substanca nga më ndryshme. Dhe normalisht kështu bëhet gjithmonë ky transferimi i energjisë brenda këtij sistemi natyrës. Nuk ka energji të çuditshme, domethënë thjesht energji reale të botës tonë. Thjesht ajo që ne mendojmë për diçka tjetër është mendja jonë që është rezultat i mendimeve, i bashkimeve të neuroneve, e memoria që kemi ne për të kaluarën dhe vedia jonë për memorien tonë, për të kaluarën tonë në sytë tanë, domethënë për këtë sistem referimi, rreth të cilit shihen ngjarjet, ne e quajmë si shpirt, ne e quajmë si ndërgjegjje, si vedi etj. Është thjesht vedia jonë për këtë sistem referimi nga i cili ne shohim gjithë ngjarjet në natyrë. Toka është e sheshtë? Ajo është sferike, domethënë top i mbush normalisht, por masitë e tokës për neve, ne na duket e sheshtë. Është praktikisht e sheshtë për ne si njerëz. Por realisht është sferë, është sferike. Por është aq e madhe sa mendja e njerëzve nuk mund ta konceptojë dot. As imja as njeriu nuk mund ta konceptojë dot. Është jashtë mase gjigante, domethënë si objekt, si trup. Dhe për ne që jemi kaq të vëllë, ne na duket e sheshtë. Mendoni për shembull një milingon shumë të vogël në një top të madh kaq. Milingoni si duket si drejt topit, i sheshtë. Hajde na thonë ne. Ajo është sferike. Edhe ka shembull plot. A janë vërtet të pakapshme raketat Orshnik të Rusisë? Jo, të pakapshme. Kapen e nuk, po nuk janë shumë shpejta, janë nga më të shpejta. Unë nuk i di konkretisht, por çfarë raketa janë dhe të kapshme. Gjitha raketat janë të kapshme. Ka metoda kape nga më të ndryshme. Kape me radar, kape magnetike, kape me lazer, kape mund të kapen, bullë. Nuk ka gjë, domethënë që nuk bëhet sot. Kush i ndriçon yjet më larg diellit? Ato ndryshojnë vetë. Yjet nuk kanë nevojë të marrin dritë nga objekte të tjera. Yjet quhen objekte absolutisht të zi. Sepse energjia e tyre emetuese, energjia që marrin ato dhe reflektojnë, është praktikisht zero në lidhje me dritën që ato reflektojnë. Ato emetojnë dritë vetë, normalisht. Drita që bie tek ato dhe reflektohet është praktikisht zero. Në krahasim gjithmonë me dritën që ato emetojnë. Kjo është. Për ne ato quhen trupa absolutisht të zi. Sepse nuk pasqyrojnë praktikisht asnjë lloj drite nga vetja e tyre. Si çdo gjë janë të zi. Domethënë, nëse ne çojmë një dritë që ato yje, ne nuk na vjen drita e elektrit mbrapa. Ajo drita absorbohet nga ylli, thithet dhe normalisht ai quhet i zi. Ama ai ndriçon se ka dritë tjetër të vetë që na jep neve. Jo se ne e qumë dritën dhe ato në reflektojnë si pasqyra, si objekte të bardha, si plotësofa ato. Nuk pasqyrojnë dritë, yjet. E thithin energjinë që i japim neve. Can you disapprove God? Ne kemi shekuj që nuk po e zhdukin fare, po themi, por aty ku është menduar se Zoti ekziston, neve kemi thënë që nuk ekziston. Dhe detyra e pafundme e shkencës në vazhdimsi është e tillë
të thotë që Zoti nuk është këtu, nuk është në gjitha hapet. Por ama nuk është në pafundësi, në natyrë, brenda natyrës gjithmonë, në pafundësi, rezultati është që nuk ka fare. Brenda natyrës, do të thotë. Në librin fetar thotë që Zoti është mbi natyrë, jashtë natyre. Ndoshta është atje. Këtu në natyrë nuk ka. Nuk ka, po të kishte Zot, ai s'do bonte dot gjë se do thënë lidhje fizikës. Lidhjet e fizikës nuk thyen se shkatërrohet bota. Bota që ai ndoshta ka bërë vetë, s'mund ta shkatërrojë. Kështu që ai detyrimisht, logjikisht i bi që nuk mund të jetë këtu mbrenda natyrë. Po që është jashtë. Jashtë në sistemi të asgjë. Kjo është. Edhe Simpson e kishte nxjerr këto dronat në New Jersey, si ka mundësi to? Simpsoni domethënë është thjesht një ato që e bëjnë këtë Simpsonin normalisht ndjekin shumë to ngjarje sociale, to parashikimet e të ardhmen e popullit, e ngjarje çdo ndodhen në popull dhe i kthejnë në animacion. Është thjesht metode e tyre për të shpreh. Është thjesht nuk është se Simpsoni na tregon ai diçka, na jep informacion. Thjesht kopjon ose parashikon deri diku disa. Profesor, përshëndetje. Sipas studimeve thonë se shpirti jonë është frekuencë. Si mund të shpjegohet? Jo, s'është frekuencë, nuk ka. Ne mund të themi shumë gjëra për shpirtin, është ashtu dhe duket sikur ne si përgjigjemi dot. Por që frekuencë, pse do të jetë frekuencë? Çdo gjë natyrë është frekuencë. Kurse shpirti nuk mund të jetë asnjë gjë se normalisht, nëse ai është frekuencë, neve do ta masnim. Kemi pajisje që masim çdo lloj frekuencë të ndryshme. Atëherë, nëse ne nuk e masim shpirtin, nuk e gjejmë të frekuencë, ne nuk e gjejmë të shpirtin. Shpirti është thjesht personifikim i sistemit tonë të referimit, vetes tonë, nga i cili ne shohim ngjarjet. Vetdia për këtë sistem referimi quhet vetja jonë, personi jonë, shpirti thënë ca, do të thonë thjesht kjo. Ora 3. Nëse është reale. Ora 3 ti bën mësim o gjatë shtat. Shkenca nuk ka ora? Shkenca nuk ka ora. Por ne nuk jemi ora 3 këtu në fakt. Nëse jemi ora 3, ne jemi ora sa është? 9. Ora 9 je fiks, domethënë kur ke provim Ndodhem në Kanada. Mosha ora më aktive që të mësosh normalisht. Unë për shembull janë ca njerëz që janë Në orën 9, jo në orën 9, në orën 9 flenë gjumë njerëz. Janë ca njerëz, ne duhet të gjumë fakt i natë para provimit, do të mësosh natën e fundit. Kur ke provim nuk duhet të mësosh më. Jepi kohë mendjes si përpunoj pastaj. Është stop dita fundit. Po më do të mësosh shumë përpara që të meritosh një ditë pushim para provimit. Që duhet ta kesh pushim ditën e fundit. Por zakonisht ka njerëz që flenë vonë dhe kanë aktivitetin e tyre natën, si puna ime fakt. Dhe të tjerë që kanë aktivitetin në mes. Ato do të mësojnë mes. Më e mirë është në mes, se truni është mas gjumit dhe është edhe më eficient se truri i darkës, me qenë vaj nga ritmi cirkadian i njeriu. A kanë shkuar njerëzit në hënë? Kanë shku 6 herë. Kanë zbrit. Se për të shku në hënë, kanë shku me 10 herë, nuk e di, kanë shku shumë herë. Rrotulle nga ana mbrapme, domethënë është bërë harta e hënës nga ana mbrapme, janë rusët kanë shkuar para që kanë qenë. Edhe kanë qenë, kanë shku shumë herë në hënë. Por kanë zbrit 6 herë. Me nga 2 njerëz kanë shku 12 veta në hënë, deri në sot. Për 10 vjet misioni Artemis do shojë njerëz të tjerë në NASA, do shojë ndoshta edhe ky Elon Musk mund të shojë. Edhe do kemi njerëz vazhdimisht në hënë. Që mas zbritjes tjetër që do ketë në hënë, do ketë njerëz gjithmonë. Dhe ne do shohim dhe drita në hënë. Në pjesën e errët të hënës do shohim ca pika të bardha. Do shohim drita, si shohim këto tokat të dritat e natës, do shohim dritat e laboratoreve shkencore, fillimisht, në hënë. Edhe do shohim natën me teleskop, do shohim ja njerëz ku janë në hënë. Ket fala nga Krishnik Armadi të respekta. Hajde. A është e mundur që yjet që ne shohim sot në realitet mos të ekzistojnë më? Yjet që shohim në realitet neve ekzistojnë gjithë, sepse nuk janë aq larg. Drita e tyre nuk është vënë shumë për ta arkën ne. Është vënë, si thosh, 20 vjet dritë, 200 vjet dritë, 2000 vjet dritë. Ylli 2000 vjet, 20000 vjet i ka 0 si më thon, 1 sekond për moshën e vet. Yjet jetojnë shumë më gjatë se 2000 vjet, 3000 vjet, 5000 vjet. Kurse drita e meteorologjisë nuk e dim. Ka shpërthyer meteorologjisë sot apo jo? Këtë nuk e dim, se meteorologjisë është në momentet e fundit që nuk di se kush shpërthen. Mund të ketë të shpërthej në moment. Nuk i di. Kështu që vetëm për atë nuk jemi sigurt, por yjet e tjerë i dim që nuk mund të vdesin më shpejt se 500 milion vjet. Yje 500 milion vjet, domethënë për sa shohim ne nuk ka asnjë janë më afër gjithë. Kështu që ato janë. Nuk asnjë nga ato s'është dukshëm. Edhe sa kohë do, me Saliun.
përveç librave shkencor, kush është libri fantastiko shkencor që ke lexuar? Si marrë me nema, po kam lexu shumë libra fantastiko shkencor i vogël. Një zbritje në hënë ka qenë një libër i bukur. Flamur topit, ka qenë një libër i Flamur topit, që ka qenë doktor. Ka libër shumë i bukur Blu, që fliste për trupin e njeriu, për smundjet, për to, ka pëlqyer, me eksista, po prapë shumë i bukur shkencor. Më ka pëlqyer shumë. Ka qenë dhe libra të tjerë me avancimin e shkencë, me njerëz që nuk i marr me emra fakt, ma men kuptimin ato çka ka thënë mbrumin e librit, por jo titull. Ti ke lexuar më shumë revista shkencore këto kohë? Revista shumë kam lexuar i vogël. Pioneri, Fatosi, Nisha Bonuka, Shkencat e jeta. Çka kanë qenë atëherë domethënë, kam lexuar. Kurse tani janë ato të ESA-s. Tash janë revistat e ESA, por ESA është më shumë tregon arritjet e veta, jo se tregon shkencën, por tregon arritjet e veta. Çka ka arrit, çka ka pa anën teknologjike të ESA-s, teleskopët, shkencën. Ku shkon i gjithë karboni që ne çlirojmë në atmosferë? Shkon e thithin bimët. Një pjesë e tij rri në ajër dhe normalisht merr nxehtësinë e diellit dhe bëhet ai efekti serë. Por bimët e thithin këtë karbon, një pjesë e tij dhe rriten vetë, duke lëshuar oksigjen nga procesi i fotosintezës. Edhe ne pastaj nxjerrim, ne ndihmojmë njëri tjetrin. Ne i japim dioksid karboni bimëve, bimët na japin oksigjen, edhe jemi në ekuilibër. Por ne po nxjerrim shumë më tepër dioksid karboni. Për bimët është mirë, po ndërkohë këtu në ajër po shtohet shumë përqindje e dioksidit karbonit dhe normalisht temperatura po rritet shumë. Duket dhe këtu në Kanada, ditët e fundit nuk janë më aq ftohta. Nuk është ftohta më me zi pak, bi pak bor, bi shi, bi bor, që normalisht kur vite nëntori në Kanada, bësh fjalë. Po tetori fare, domethënë nuk bësh fjalë për shi më. Kur tash edhe në dhjetor ka rënë shi. Imagjino domethënë që edhe në Kanada këtu domethënë është ngrohtë. Është ngrohtë pjella ne po. Tash nuk ka më dyshime për ngrohjen globale. Tash është bërë kështu. Po shkencëtarët e kanë thënë që para 10 vitesh nuk ka më kthim mrapa. Para 10 vitesh. Po atëherë si besonte njëri edhe ndoshta beson si plus ai më. Normalisht njerëzit nuk ecin me logjik. Shumica e njerëzve nuk ecin me logjik, ecin me besim ose me detyrim. Shumë ka qenë njeriu dhe gjithë historisë vetë njerëzive. Është mësuar njeriu shumë. O me besim, po e besova, okay. Po me forcë e me detyrim, do të bindem palire. Këto janë dy metodat e njeriu që merr informacionin. Çfarë janë këto fenomenet e fundit që kanë ndodhur në Amerikë? Këto sa po e thanë? Këto e thamë, janë këto drone nga njerëzit, asgjë tjetër. Thjesht si model, si metodë, u nxorën ato konspiracionistët që duan të tregojnë që UFO-t janë mes nesh. Ato janë shoqata që marrin lekë për këtë punë. Po që pëlqej shumë nga masa, nga populli. Unë kam një dron, hajta nxjerr dhe unë ka bis njerëzit. Vetë disa drita atje, bëj që disa drasa bëhet duke i madh, edhe nxjerrë. Ka dronë sot që marrin edhe njeriu sipër. Ai që më ka. Edhe normalisht janë të fuqishëm dronë sot. Plus sa i bëjnë dhe vetë, i modifikojnë, i shtojnë. Ventilatorë, nëse janë një gjë, në do që ngrihen. Edhe normalisht ngrehin, kush mund ngrej pastaj? Është i loj. Na trego pak për Trinitetin si shpjegohet. Triniteti nuk shpjegohet, Triniteti vetë shpjegohet nga historia e njerëzimit. Por të shpjeguar të panjohur. Për të dhënë kuptim logjik, me baza, një diçkaje hipotetike që normalisht njeriu nuk ka prova fare. Edhe që do të japësh një farë arsyetimi, një farë logjike, një farë lidhje që të ketë çik kuptim. Edhe me atë Trinitetin, ato që formuan këtë fen, normalisht mendojnë se është sqaruar deri diku kjo puna e Trinitetit. Por realisht ky Triniteti nuk ka asnjë lloj kuptimi real. Në fushën e shkencës nuk ka asnjë formulë, shkenca ka formula, po ke formulë ke shkencë. Edhe gjithë botra ka shpjeguar me formula, pa formulë nuk ka shkencë pa formulë. Do të thonë, nuk ka asnjë formulë për Trinitetin. Ti të shpjegosh kuptosh Trinitetin. Pastaj edhe logjika vet është çik e stresuar për menor Trinitetin se edhe 1 edhe 3. Është çik, do të thonë, nuk ka kuptim. Vrima e zeza, mund të na të le transportojë në planete ose dimensione të tjera? Jo vetëm vrima e zezë, por përdorimi i vrimës së zezë, si burim energjie dhe si aftësia e vrimës së zezë për përthyej hapësirën. Na bëhet gatshme këtë kalim normalisht. Po përthyej hapësira ne këtë du, përthyejmë hapësira.
kalimi në një vend tjetër duhet përthyet hapësira në formë të kundërt frymës zezë. Por po e patëm hapësirën e përthyme, ne me teknologji mund të japim një kënd të kundërt përthyes hapësirës dhe shkojmë ku duam ne. Na ndihmon, po. Na ndihmon. Profe, akoma mendon se universi është infinit apo je kthyer nga multiversi? Të dyja janë. Është infinit universi, por universitet e tjera, domethënë universitet e tjera janë jo paralel në universin tonë. Nuk janë kështu si topa këtu. Janë brenda dhe jashtë universit tonë. Universi jonë është ky, universi tjetër është një universitet që përfshin universin tonë, në formën e një frymë të zezë. Dhe universi jonë, ne dimë që ka shumë fryma të zeza, pafund. Gjithë frymat e zeza brenda universit tonë janë universitet tjera që përfshihen nga ky universi jonë. Dhe kështu vazhdon, brenda dhe jashtë njëri tjetrit në hapësirë. Në kohë paralel. Në hapësirë janë brenda dhe jashtë jo paralel, në hapësirë. Paralel në kohë. Ky është multiversi real. Shkencëtarët thonë që janë dhe paralel në hapësirë. Kjo është gabim. Kjo është gabim pasi nuk mund të. A ka mundësi të ekzistojë ndonjë makinë që të lëvizësh në kohë? Nuk ekziston, po mund të ekzistojë. Mund të ekzistojë një makinë që të ecë në kohë. Është e mundshme. Nuk është gjë që do arrihet në shkencë. Logjikisht po, sepse efektet e kësaj makine e kohë ne i kemi sot në teorinë e relativitetit. Të pranueshme. Ne me vetë ecim në kohë, spostohemi, lëvizim, kush më para, kush më mbrapa në lidhje me në varësi të shpejtësisë apo masës që kemi afër. Më ke treguar një herë lidhur me këto satelitët që lëvizin në kohë, që na japin informacion sakt. Po patjetër se dita vanohet. Normalisht një person që është jeton 6 muaj në hapësirë, 6 muaj në hapësirë, ai është domethënë pak më i vite se neve. Ai plaket pak më shumë se neve. Nuk është 100 milionën ose miliardën e sekondës, por ai plaket më shumë se ne. Ne ngelim më shumë në kohë. Ndërsohemi, por shpejtësia e tij e madhe bën që ai të jetë më i ri në kohë. Por realisht ai është pak më i vite se ne. Po të mbledhësh dy efekte. Domthonë efekti i shpejtësisë të bën të rrosh më shumë, efekti i largësisë nga toka bën që të plakesh më shumë. Bashkohen të dyja dhe si rezultat det që ai plaket pak më tepër se ne. Domthonë këto efekte janë reale. A është e mundur që një yll që ne shohim sot dhe që është vite dritë larg të mos ekzistojë sot? E tham të herë? Jo. Vetëm që ai mund të jetë në fundet e jetës vet, ku normalisht mund të shpërthejë në këtë moment dhe drita e tij vjen mas 2 muajsh që ne, 20 vitesh që ne, dhe ne e shohim që ai ka shpërthyer. Po me shkimi pasur vetëm me religjioza është në fundet e jetës, që ndoshta mund të shpërthejë. Të gjithë vitet e tjerë, shkencëtarët e dinë që do rrojë dhe miliarda vite. Ato nuk janë 1 miliard me miliarda vite dritë larg. Ato janë disa dhjetra, qindra, mijëra vite dritë larg. Kështu që drita e tyre vjen shumë më shpejt se s'mund të shpërthejnë ata. Kështu që të gjithë janë dhe sot. Si mund të ketë lindur njeriu? Nga evolucioni, nga kafshë gjithmonë më të thjeshta biologjikisht. Gjithmonë më të thjeshta derisa aty ku shkon pastaj ke virusi, jo mikrobi po, virusi që normalisht nuk quhet as i gjallë, se nuk e ka atë mitokondrin, pjesën e qelizës që merret me energji. Që neve e themi që nëse një qelizë ka atë mitokondrin vogël, ajo është pajisja që jep energji qelizës dhe atëherë themi që qeliza është e gjallë. Virusi nuk e ka atë mitokondrin, dhe normalisht ato që nuk quhen gjallë. Dhe as të ngordhur, as të gjalla. Domthonë deri aty shkon njeriu. Biles ka dhe më të thjeshta se viruset që janë ato molekula komplekse pasaj organike, edhe më thjeshta derisa shkojnë ke gurët ose fare. Libri më interesant, fantastik, është shkencor, është Miu i vogël budalla, thotë dikush. Ka shumë nga gjithë. Përshëndetje nga Atina, respekt për punën e palodhur që bën. Kur në qoftë se u mbyll TikToku, do na gjeni në YouTube. Po, ky është misioni sot që hym në live, do hyj prapë, do t'ja them gjithë sa më shumë, që do jemi në YouTube, do hyjmë live në YouTube. Po do rim ca orë caktuar, do bëj një si punë emisioni që juve ta dini se ndoshta YouTube nuk ju vjen, nuk ju njofton, nuk ju vjen ke juve që t'ju thot si TikToku, po unë do bëj orarin, njoftim në Instagram, po. Ose Instagram, po Instagram bën atë. A ruhet informacione në një vrim të zezë? Normalisht shkencëtarët thonë që ruhet dhe sipërfaqja e vrimit të zezë është tip hologrami.
hologrami i informacionesh, që ruan gjitha informacionet në bazë. Por që normalisht në vrimën e zezë energjia në momentin që lënda takon në thonjza horizontin e ngjarjes, ajo arrin shpejtësinë e dytës. Dhe kur lënda arrin shpejtësinë e dytës, ajo kthehet në energji realisht. S'mund të jetë më lëndë. Kthehet në energji nga energjia e madhe që ka aty. Dhe kur vjen në horizontin e ngjarjes, ajo kthehet në energji. Pasër, dhe nuk i ngel më lëndë, nuk i ngel më informacion normalisht real ke lënda. Ajo ngel informacion, jo informacion i logjik, i kuptueshëm që të shkatyrë në lëndën në vrimën e zezë të dalin praktikiste, po ngel informacion energjetik, informacion grimcoro energjetik, në kuptimin e sasisë së lëndës, energjisë së shkurt. Ky informacion ruhet. Sa, ligjet termodinamike do ruhen patjetër. Sa energji ka sistemi, aq ka për ngel. Nëse do fusim energji te vrima zezë, ai do ngel, nuk ka humbje normalisht. Është ajo entropia, që normalisht ka dhe humbje energjie të tjera, por do të llogaritet atë, çdo informacion. Sa është madhësia e një ylli? Madhësia e një ylli është dielli quhet yll mesatar. Dhe e ka diametrin 1.393.000 kilometra. Domethënë 1.400.000 kilometra domethënë. Është në diametër është toka hëna është 3 herë më larg se hëna, siç kemi neve. Diametri i diellit. Domethënë është një objekt gjigant, domethënë. Ka dije më të vegjël se dielli jon? Ka dije më të vegjël se dielli jon, që janë disa herë, ka një sa Jupiteri, dijet e vegjël, por ka dhe dije që janë edhe njerëz sa shtoka dielli, ka dhe dije të tjera më të se dielli. Domethënë ka dije të tjera që janë 700 deri 1000 herë më të se dielli. Super gjigant, domethënë, të kuq. Frye. Nuk ka se e kanë lënë ngjeshur si dielli, ato janë shumë gaz pasaj, po që janë në fundin e jetës. Topa, bëhen topa të mëdhenj. Bëhen topa të mëdhenj saqë diametri i tokës, i perimetrit i orbitës tokës. Gjigant fare. Fryet shumë dielli. Kjo është si puna e qushit. Kur harrojmë që zihen qushi në sol dhe kështu është dielli. Bulzat që nxehet dielli nga mrena në fundin e jetës, që zihen vepron shumë, nuk shpërthejnë në sipërfaqe. Bulza e ngren lëndën e diellit, e shtyn jashtë, pa dalë në sipërfaqe. Dhe normalisht të bulza dielli bëhet si sfigjer në fundin e jetës. Dhe fryet shumë. A mendon të ketë një vdekje të paprikur të dielli jon siç vdesin dhe yjet e tjerë, domethënë një shpërthim? Jo, domethënë sa më e madhe lënda, aq më e parashikueshme bëhet. Sa më e vogël, aq e paparashikueshme. Dhe kur shkojmë në botën kuantike, normalisht se parashikojmë dot. Kështu shkon si ide. Normalisht dielli është shumë i parashikueshëm. Nuk parashikohen për shembull ngjarje momentale të diellit, fusha magnetike që lëvizin, to shpërthimet e diellit, agimet polare, të gjëra të vogla momentale, por si diell, si masë kryesore, ai është shumë stabil. Domethënë shumë i parashikueshëm. A do të sundoj teknologjia gjithë botën? Teknologjia? Ja, do sundojmë neve. Teknologjia bëhet fjalë për AI-n, besoj. Si do që ditë AI apo jo, do sundojmë neve prej teknologjisë. AI do na bëjë neve më të aftë për të sunduar tokën edhe universin. Sepse AI nuk është se është AI dhe ne. Ne do bëjmë AI vetë. Do i fusim qipa kokës dhe do bëjmë durët e komët me aftësi teknologjike, do fusim ilaçe robot në trup që monitorojnë trupin 24 lëvizin nëpër trup si gjaku, që shohin ku ka një diçka defekte të tjera dhe sulmojnë si janë të trupa. Domethënë teknologjia dhe AI dhe ne do jemi një. Domethënë gjëja e parë e teknologjisë e njeriu është që ta shfrytëzojë teknologjinë për veten e vet, edhe minimumi të rrisë jetën e vet. Gjatësinë e jetës e vet. Kështu që teknologjia apo njeriu do bëhen një, nuk do bëhen dy. Sa universi mendohet që janë në gjithësi? Pafund. Po fole për parametrat e gjithësisë, ke vetëm pafundësi e tjetër. Universi lëviz me pafundësira, vetëm me pafundësira. Koncepti i ri për ne, to në Kina 200 vitet e fundit, është e re, ne si mësuam me këto koncepte të pafundme. Po që kështu është realja, bota kështu është shumë e çuditshme. Është shumë elastike, domethënë shumë domethënë jep e merr bota bëhet siç ta duam neve, siç mund të duam neve. Çfarë të kërkojmë neve, bota ta jep. Domethënë është shumë e manovrueshme universi. Domethënë po duhet të mësosh, duhet ta studiosh. Çfarë mendon për perandorinë romake dhe bizantine? Ç'mendoj, kanë qenë superfuqi të kohës, që normalisht siç janë superfuqitë e sotme, si çdo superfuqi kanë limitin në fundin e vet. Sepse normalisht
është aftësia që të ngrihesh, të marrësh fuqi, por nuk e aftësinë që të rrosh në kohë. Koha të shkatron. Domethënë, kjo është puna. Por vështirë janë superfuqi që vijnë nga qytetërime. Ato kanë qenë qytetërime. Me atë teknologji që kanë pasur të tjera, kanë pas rregull, strukturë. Po ke rregull, vën gjëra të mbinë, si më thon, atëherë ti fillon të fuqizohesh shumë. Kur fuqizohesh shumë, bëhesh superfuqi, e bëhesh penamëri, edhe pastaj fillon të sulmon shtetet tjera, edhe pastaj kjo është e keqja jote pastaj se kur sulmon shumë. Si krijohet uraniumi? Uraniumi është zeror, gura në natyrë, normalisht që kanë për përqindje shumë vogël uraniumi. Edhe normalisht to gura merret dhe bëhen fëmijë, bëhen shkrihen, bëhen shumë vogël dhe futen në centrifuga shumë fuqishme. Centrifuga shumë fuqishme. Ato centrifuga rrollohen shumë shpejt. Faleminderit Laura. Ha? Vazhdo. Të nisën një zemër. Këto centrifuga rrollohen shumë shpejt, janë materiale shumë të forta, to shishe të rrollohen, nuk janë materiale si tona dhe ka një shpejtësi shumë të madhe rrollimi. Jashtë mase që asnjë trup tjetër nuk e duron dot këtë shpejtësi. Dhe çfarë bën? Lot se uraniumi është shumë i rëndë. Uraniumi që është i rëndë bie në cepat, anët e centrifugës. Në mes ngel guri, ndahet nga shpejtësia shumë e madhe, penshon më shumë uraniumi se guri dhe ndalen elementet e rënda nga anët e enës deri në qendrën e enës. Dhe mblidhet ansorja, ku ka një përqindje shumë të madhe uraniumi se ç'kishte fillim fare guri. Pastaj kjo futet në një centrifugë tjetër. Centrifugë tjetër, derisa rritet përqindja deri në bot 99.99% uranium. 238, 239 dhe tjetër varet se kanë ato izotopë që duhen për bomba, duhen për energji e tjera dhe pastaj masi nxirret uraniumi i pastër, përdoret pastaj aty kur përdoret. Kështu merret, kështu filtrohet uraniumi. Desha të pyes Përdoret pesha e tij. Mos e ke lexuar librin Planeti 12? Jo, se kam lexuar këtë libër. Shqip është shumë? Në Shqipëri ka dalë? Apo do të përksi? Nuk e di. Mos është përksi. Çfarë mendon për planetin X? Planeti është hipotetik. Gjithë kjo hipotezë del nga që kur është ky planet, pse mos ke planet tjetër? U gjet Urani, than mos ka tjetër, mos është dhe Neptuni. U gjet dhe Neptuni, doli Plutoni. Është planet Plutoni, shkon si ka ishte dhe Plutoni. Njeriu thot prap, mos ka prap tjetër. Vazhdon njeriu. Edhe normalisht deri sa nuk u gjet, po ka gjet si planet hipotetik në mënyrë që për momentin, ti është planet X, Nibiru, Profe e gabim, thot, dikush, gjithë informacione që hynë në vrimën e zezë shpërbohet. Unë atë them që shpërbohet, nuk luhet më si informacion. Por, duke pas parasysh ligjet e termodinamikës, që ai sa hyn do jetë, nuk do humbi, si informacion energjetik apo material grimcor, është, po jo më informacion me kuptim, që të ketë kuptim, jo që të ketë kuptim. Nuk mund të nxjerrësh më çka hyj aty, ta nxjerr prapë siç ishte. Nuk e bën më njeriu, nëse hyj njeriu mbrenda, nuk e nxjerr dot jashtë njeriu më. Ai është energji. Po energjia e njeriu është si informacion energjetik është, aty është, s'ka ku shkojmë. Në këtë kuptim. A mund të ndodh transplanti i trurit? Po është bërë, transplanti i trurit. Ka vonë kokën e njeriu një trup tjetër. E ka vonë 1 metor, 2 metor. E ka bënë një doktor, shumë i aftë. Se di emrin. Po kjo mbyllet TikTokut, a mund ta mbash hapur TikTokun thot me numër celularit të huaj në Shqipëri? Kam përshtypjen që nuk bëhet kjo. Ne jemi në Kanada dhe këtu është ndaluar që të hysh tek muzikat, tek këto gjërat me lekë. Kanadaja ka Jo, lajme. edhe në TikTok nuk hyn dot tek, nuk i përdor dot këto marketplace-in e disa gjëra. Nuk i përdor dot, janë të ndaluara. Dhe nuk e ndryshon dot vendodhjen, është shumë e vështirë. Se kemi tentuar ta ndryshojmë ta vëmë në Shqipëri. Dhe nuk e ndryshon. Jo, unë s'kam meq me bë Kanada. Unë s'kam meq ta bëj Kanada, se më gjetë. Ndërkohë që Kanadaja ka shumë gjëra të bllokuara këtu. Kanadaja prap nuk ka bllokuar. Amerika Ndërkohë që ka të bllokuara edhe lajmet, për shembull këtu nuk ndjet dot ta zëm radio televizioni shqiptar që provova një ditë nuk hapej. Jeta është shef, nuk hapet. Pra janë shumë lajme, shumë kompani lajmesh që lexojnë, që e shkruajnë për shembull në TikTok ose në Instagram, që janë për lajme, nuk hapen në Kanada. Domethënë, kufizimi i informacionit sot është akoma aktiv. Akoma shtetet kufizojnë informacionin e njerëzve. Gjithmonë.
Sa doja me flejt, thot pash live tani vazhdoj dhe 2 orë tjera pa gjumë. Tash pa gjumë të që Po s'ka gjë se nesër pushimi. Pa e pushim, jo, këtë gjumë të që Fund janari mbyllet, thot, okej, se dim tamam se kur do mbyllet. Si do që tjetë, qëllimi im sot është që live-et e tjera do jenë në YouTube. Do ndiqt në Instagram, do bëjë njoftime në Instagram se kur do dalë në YouTube dhe do dalë live në YouTube. Do shoh sa efekt do ketë, sa do më liqt në atje. Sa janë tash janë? Tani janë 60 ca. 60 ca. Shoh sa do kemë në YouTube, se në YouTube po ty në YouTube po 3 orë s'ka asnjë person. Se YouTube ndoshta nuk çon lajmërime, nuk çon lajme, s'ka kush është. A është e vërtet që ekziston trupi astral të njeriu? Jo. To është ideja më. Pse mos ekzistojë, në thjesht slab. Po nuk ekziston. To astralerat e këto lloj teorira ashtu kështu nuk ekzistojnë fare. Kush mendon se mund të shkaros qenien njerëzore? AI-a vet apo njerëzit? Njerëzit. Njerëzit ndoshta mund përdorin AI-n për shkaros vetëm po. Por AI-a vet nuk e ka aftësinë, nuk e ka mundësinë të shkarosi. Nuk e bën dot. Si në profil më apo kështu, nuk e bën dot. Nuk bëhet dot se njeriu e ka atë instinktin e jetës, nuk mund të lej kur ai ndor të bëj asgjë. Megjithatë, se është gjithmonë 5-6 hapa përpara, edhe sikur nuk e lën dot ta kaloj AI-a. Edhe sikur prap AI-a nuk është se njeriu AI do ta ketë ke vetja vet, do e ketë trurin me AI, do ketë trupin me AI, do ketë pajisjet e veta me AI, që do punoj me AI reale. Kështu që AI-a do jetë gjithmonë një libër tjetër Shitsi i ajrit, thot i Biljalievit. Shitsi i ajrit e kam i këto. Shitsi i shkujto. Nga erdhi gjithë kjo pafundësi është pyetja. Kjo është pyetje shumë bukur. Pafundësia erdhi sepse ngjarja ndodhi në hapësirë dhe në kohë. Dhe kur ngjarja ndodhi në hapësirë dhe në kohë, hapësira që kur thonë fjala hapësirë është koncept gjeometrik dhe hapësira gjeometria, do të thonë nuk mund të ketë më limit. Nuk ka fund. Dhe hapësira dhe koha në vrimat e zeza që ne jemi në vrimë zezë janë përthyer në infinit. Dhe sado të eci drita, për shembull, drejt cepit anës të vrimës zezë, cepit të universit të universit, drita ka 300 km/s. Dhe asnjëherë nuk del jashtë vrimës zezë. Dhe kur hecën, po s'del asnjëherë, atëherë është domethënë që kjo hecje është eksponenciale. Për mua jashtë drita vjen edhe ngadalson, duke sikur ngadalson. Dhe në infinit kohë arrin në fund të horizontit ngjarjes vrimës zezë. Po drita mërna, ecë me 300 km/s. Vetë sistemi dritës. Nuk ngadalson. Dhe normalisht drita duket sikur doj pa fund për ta rritur horizontin ngjarjes. Çfarë mendon, çfarë lloj kontributi mund të japësh ti në ushtrinë shqiptare? Në ushtri? E ka dhënë një kontribut në ushtri. E kam dhënë kontributin, kam qenë ushtar, e kam dhënë kontributin fizik e kam dhënë në ushtri. Ka qenë u bë një vit ushtri atëherë. Dhe normalisht ka qenë një vit e gjysmë, u bë një vit dhe unë shkova direkt. Se tash po arrisim prap atëherë tash tiki ta bëj një vit. Po kontributi ushtarak tjetër nuk është vetëm kontribut moral, ose kontribut në lidhje me kontributi më i mirë për ushtrinë e përgjithshme, se ushtria është prapambetje. Domethënë është një mbeturinë e kaluarës tonë. Ne bëjmë ushtri që të mbrohemi nga luftat. Edhe kjo është mbeturinë normalisht. Një gjë që ka met. Po vazhdojnë luftrat ama se po vazhdojnë. Po bombardohen ende nga Izraeli. Mënyra e vetme për të hequr luftrat është shkenca. Po të merremi me shkencën e vet, nuk do merremi me luftojmë me tjetrin, se interesat tona nuk do jenë kundra të tjerëve, po do jenë kundra natyrës. Do luftojmë, do kërkojmë, do marrim nga natyra, ama natyra ka pafund për na dhënë neve. Dhe kështu që neve nuk do kemi nevojë të bëjmë luftë me njëri tjetrin. E kemi më të thjesht për moment marrë nga tjerët, t'ja marrim nga dora atë ushqimin që kanë dorë, se sa ta bëjmë nga e para, por po të kemi shkencë teknologji, nuk kemi nevojë t'ja marrim nga dora bukën tjetrit. Po të e gjejmë ke natyra, se ka plot ushqim për të dhënë. Shkenca e bënte. Kontributi i për ushtrinë e për gjitha është kjo, të merrem me shkencë. Ka dhe gjëra më praktike, po? Ketë fala nga mua, thot dhe shokët e mi jemi live duke pirë dhe duke të ndjekë. Ha që kemi të pire, da shumë në një kohë, e për mirë shqyqyrë. Po ku jeni në Shqipëria? Nësa jeni vonë atë, nuk e di, të pinë 3 mjesi, nuk e di, është që për shqyqyrë. Po, lokalet hapur janë atë? Hapur lokalet. Mirë, shqyqyrë për e shqyqyrit patën, nuk e di.
Okej. Ka dhe njerëz që nuk e kanë gjumin problem normalisht. Ma kanë orën mirë normalisht. A ka lidhje njeriu me majmunin? Ka lidhje, ato njeriu me majmunin ndalen vetëm nga koha. Koha në cilën njeriu ka evolu, ka qenë është më përpara se majmuni. Është më përpara. Kjo është vetëm ndryshim dhe lidhja është biologjike. Ne jemi një trup, një ashtu. Edhe vetëm majmunin, po edhe me kafshët, e me bimët, e me çdo gjë. Edhe me drasët. Një trup kemi. Në rang atomik ne bëhemi një, pastaj gjithë. Është një yll shumë i madh në qiell këto kohë, nëse e ke parë. Çfarë mund të jetë? Mund të jetë Sirius? Jupiteri. Siriusin e keni nga jugu. Keni Siriusin e Orionit, Siriusin e keni poshtë, yllin ndritshëm, shumë i fortë ai, blu, flakërin. Kurse Jupiteri e sipër mbi kokë, ai nuk flakërin. Objektet ndriçuese natën që nuk flakërin janë planete. Jupiteri është në pikën më të afërt. Në 7 dhjetor ishin në pikën më të afërt me tokën. Dhe është top i madh gjigant. Shumë i bukur. Shife me dyrbi, duke 4 satelitë të Jupiterit, duke Saturni pak nga perëndimi, si një yll që nuk dritet normalisht, planet. Dhe mundësinë e Saturnit me teleskop me dyrbi të mira ose me teleskop vogël, mundësinë e unazën e Saturnit, fiku nga perëndimi. Çfarë mendimi ke për këto objektet e pa identifikuara që po dalin nëpër Amerikë? Asnjë mendim s'kam, thjesht janë dronë. Ne sapo e thamë. Dronë, e tha mirë se kanë një. Po janë dronë asgjë. Thjesht u hapur në fillim fare nga ato shoqatat, shitsi ajrit. Nga ato shoqata që duhet për hapi lajmet e UFO-ve e tjera, që UFO janë besneshë kështu gjë. Janë thjesht shoqata konspiracioniste, por nuk janë një. Por që Çfarë mendon për çipin kuantik të Google, që është shumë më i fuqishëm, po, që është 100 herë më i fuqishëm se sa kompjuteri më i mirë në botë? 100 herë në raste veçanta është me miliarda herë, po normalisht janë thjesht hapa që po bëhen. Domthon Google më përpara, Apple më mbrapa, IBM më ashtu. Të gjithë janë shumë shoqëri, shoqata që po merren shumë kompani të mëdha, që po merren me çipë kuantik, që po kush mund t'i bëjë më përpara më të mira më shumë. Çipi i Google ka hapësinë që bëj disa veprime më shumë se tjera. Dhe arrit bëj disa llogaritje që patën rezultat mirë. Është një hap më mirë më para se tjera. Domethënë është thjesht një hap më afër kompjuterit kuantik. Po kompjuteri kuantik bolla në shkak komplet. Po marrësh kompjuterin kuantik e futesh robotin AI-s, atëherë ke AI. Disa shkencëtar thonë që njeriu mund të arrijë 13 shqisa mbas 500 viteve, si mendon? 13 shqisa. Normalisht, nëse neve deshifrojmë, dhe ne kemi deshifruar fakt në DNA, genet e gjitha, por nëse ne arrijmë të llogarisim genet, kombinacionet e mundshme të copave të DNA-ve etj, ne mund të ndryshojmë DNA-n tonë dhe ta bëjmë veten tonë, sigur kemi shumë shqisa. Dhe ne mund të shtojmë numrin e shqisave të njeriu. Ne për shembull shqisën e mohatit gati se kemi fare, kemi shumë dobët. Por duke e lëvizur ca gene, ne mund të shtojmë mohatin si qeni. Mund të shohim një fat kuqe të ultravioletës me sy, po të vijë ca kone, ca qeliza që i kanë kafshët për shembull. Mund të marrim për shembull disa objekte sensor radar që i ka delfini dhe disa kafshë detale të tjera. Mund marrim valët elektromagnetike. Mund shohim valë magnetike që kanë zogj, që shohim verinë në jugun. Janë shqisa ato. Mund të bëjmë trupin e njeriu që të ndikohet nga fusha gravitacionale. Edhe mund të shohim gravitetin e njeriu. Mund të shohim atë gjiroskopin që ka celularet, shohim orientimin më të mirë se çka i veshë i brendshëm i njeriu. Do thotë, ne mësoj të kemi në teknologji. Por po të avancojmë më shumë, teknologjinë do ta miniaturizojmë edhe ta çojmë në rang DNA-je e ta profesorë kemi lejon. Dhe normalisht gjithë pajisjet shkencore që kemi në sot në përdor, që janë si thosh, sikur kemi ja 6 shqisa, mund t'i vëmë vetes tonë dhe i kemi të inkorporuar në trup. All in one, një njeri me 200 shqisa. Nga më ndryshme, shohim botën me ca syra që ta habiteni. Profesor, na fol pak për trekonçën e Bermudës. Bermudës, si e shpjegon? Trekonçi i Bermudës nuk ka asnjë fajl, nuk ka asnjë informacion, nuk ka asnjë gjë e çuditshme trekonçi i Bermudës, thjesht është njeriu që i bën to. U hapën lajme nga më të çuditshme, nga më të ndryshme. Normalisht herën e parë kur u hapën lajme kur u zhdukën tre avion, që u bën stërvitje sipas ushtrisë që u tha atëherë. Ato avionet u zhdukën dhe normalisht kur u hapën lajme, domethënë u pa që normalisht ushtrisë zhdukën avionet, normalisht ka diçka veçantë atje. Dhe një avion tjetër që shkoi, edhe ai që shkon për të pa çfarë ndodhi, u zhdukën dhe ato, kuzi si ka qenë puna, ai koha e keqe apo çdo. Edhe normalisht u bë dhe më serioz problemi,
njeriu aq do pastaj dhe e shufishon këtë çudi, mister, dhe kanë ngel deri më sot. Nuk është se janë mbytur shumë anije apo ndonjë problem me avionët. Ka ndodhur shumë një numër shumë i vogël aksidentesh, siç ndodh në çdo vend tokës. Thjesht në Turinami, nuk ka asgjë. Shumë i fortë për profes respekt Infinity. Pse nuk ikim më në hënë? Nuk kemi hik deri në sot, nuk kemi hik sepse nuk është më interes më. NASA mori shumë informacion për hënën, e pa që ishte një trup jo shumë interesant, megjithatë mori shumë informacion kohën e Apollos, kur Amerika donte të kalonte Rusisë në luftë aftore, mori shumë informacion, zbiti njerëz, morën burë etj. E kanë studiuar, ka dhe satelitë hënë akoma që rullohen e studiojnë hënën, dhe normalisht shkenca ka marrë shumë informacion për hënën, dhe nuk ka pas interes më që të harxoj lek për të studiuar për shku pranë hënë. Nuk ka më interes. Sepse ka interese të tjera. Ndërkohë ka shku në Jupiter, në Saturn, Uran, Neptun, Pluton, në Merkur, Afrodit, Mars, ka në NASA, ato fonde do t'i menaxhoj, nuk do shkojnë më në hënë. Hënën si thoshte ka mbyllur si kapitull. I vetëm interes për NASA është të zbresin hënë e të bëj laboratore atje. Fillojnë të bëjnë laboratore. Kjo është gjë e mirë për NASA. Që NASA tashti mund ta bëjë me fondet e veta që ka. Do bëjmë misionin Artemis, e ka bërë misionin Artemis dhe më në 10 vite do kemi njerëz në hënë. Njëri mirë, për gjithmonë, vazhdimisht. Edhe ne do shohim dita në hënë. Pas 10 vitesh, 15 vitesh do shohim dita në hënë. Si e shpjegon që njerëzit me ngjyrë janë kaq i që të vogël dhe që sillen si kafsh? Nuk mund të bëjmë racizëm tani, se normalisht sputën gjithë në një... Unë kam shumë afër ato njerëz me ngjyrë, ka shumë njerëz me ngjyrë këtu në Kanada. Nuk janë ashtu. Unë kam pa indicion fare. Unë kam pa diçka. Kjo është me kulturë, nuk është me inteligjencë. Është me kulturë. Unë kam pa që në çdo vend ku kam shku, që kanë pasur takime me hyer, ku kanë qenë njerëz me shkencëtarë kështu etj, kanë qenë fare niveli shkencor, nuk para ka njerëz me ngjyrë. Me thonë vërtetën tash, nuk e di, nuk ka njerëz me ngjyrë. Domethënë është numri shumë i vogël. Po kjo nuk ka të bëjë me inteligjencën atyre, ka të bëjë me kulturën atyre. Është me kulturë. Nuk ka as indian. Nuk ka pa indian. Ato nuk kanë zi. Po indiani ka kulturë tip tjetër. Nuk hyn inteligjenca. Ama njerë që dolu me teleskop, veç indianët vinin për të... Po, kishin për shumë kuriozitet. Indianët për shembull ja. Indianët kishin një kuriozitet të mërshëm për të parë me teleskop. Ishin të parë. Është me tip, është me kultura më shumë. Ja, indianët nuk I ke aktiv në shkencë, po I ke kurioz shumë. To se zaka. Nuk I ke aktiv në shkencë, nuk është I ke kurioz shumë. Po kultura ndoshta mund të ketë ndikojë edhe ke inteligjenca e njeriu. Nuk e ndikon. Për shembull, çifutët janë e përdorin shumë trurin. E përdorin si kulturë trurin shumë. E kanë kulturën e vet përdorin trurin. Që kur rrin fëmijë, ato e fusin të bëj studioj shkencë, shkollë, dalin mirë etj. Dhe normalisht 20% e çmimeve Nobel janë nga çifutët. Po ama janë edhe më ndredharak. Pa, ta do puna, pasaj, inteligjenca e njeriu ka pa aftësitë e veta dhe to përdorin derdhit pasaj për t'ia rrit. Sipas teje, jeta në tokë është thjestë rastësi apo ka ndonjë domethënie të veçantë shkencërisht? Nuk ka domethënie fare, është thjesht një rastësi e pastër fare. U kriju kushtet, u bë jeta. Jeta ka një aftësi shumë madhe për të ekzistuar pasaj mbrapa. Po që është thjesht rastësi e pastër. Domethënë, rastësia është, domethënë, ndodh, por ligjet fizike janë ato që drejtojnë pasaj mbrapa. Domethënë, jo thjesht rastësi, por është edhe ligje fizike. Graviteti është eksaktësisht precis që të ketë jetë? Sa janë Po, shokët? s'ka lidhje fare me gravitetin. Çfarë do graviteti? Rëndësi ka molekula, qelizat. Nëse do kishte shumë gravitet, këto molekula do ishin formuar pak ndryshe. Ne do kishim evoluar pak ndryshe. Më pak gravitet do ishin ndryshe. Nuk ka lidhje fare. Pastaj jetë ka edhe në ndet ku graviteti praktikisht nuk ka lidhje domosdoshmë, nuk ka kuptim. Domethënë varet. A ke një uri biblike apo kurse ke prek me dorë? Kam lexuar Biblën e Kuranit, kam lexuar shumë. Vetëm Budën s'kam lexuar. Edhe ato Jehovat. Ato janë out fare, po nesër. Si do të jetë? Secili ka mendjen e vet, disa besojnë. Ka mendjen e vet, jo. Për të Jehovajn, Bibla e Kuran kanë përvojë historike dhe normalisht janë pak, nuk po them që jam dakord e kështu, po janë pak më me baza. Kurse Jehovaj pastaj
është tush është. Po s'është vetëm jo vaj, këtu në Kanada ke lloj-lloj, besoj, nuk ka lidhje fare. Nëse me gjëra. Secili beson, por që dhe ata Biblën kanë. Është tush është. Po s'është vetëm jo vaj, këtu në Kanada ke lloj-lloj, besoj, nuk ka lidhje fare. Nëse me gjëra. Secili beson, por që dhe ata Biblën kanë me sa dion. Po, jo, puna është se këto ti fillon edhe kanë ca vetëm një shumë fuqishme. Jo, nuk është se shkruajnë ashtu, sepse edhe muslimanizmin e ngatrojnë shumë veta. Kështu që nuk është e thënë, janë të gjitha ekstremet, janë gjithandej. Ekstremet janë gjithandej fat. Janë. Po normalisht ne duhet merrem me komën top, me shkencën. Shkenca është ajo që i drejton. Përshëndetje Real, sa dritë është larg tokës voazhi i një? Sa orë dritë? 24 orë. Plus minus sa minuta. Normalisht 24 orë. Plus, është në duke largu normalisht. Por që do vi dita që neve me duke arrit teknologjia, do ketë një gjithmonë më të shpejta, sa do shkojnë ke vojake njëshi, dhe do e marrë, do e kemi në muze. Një prej tanë, jo më larg, një prej tanë do ta kenë vojake njëshi në muze. Ose stërnipi maksimumi. E do e kemi ja ky është vojake njëshi që shkojnë për gjithë. Kur do ikim në Mars me pushime? Në Mars me pushime do ikim, do më thënë në 2100. Jo më shpejt sa aq. Nuk e di. Elon Musk mund të doj të pak 20 vjet që të bëj atë, do rreth 20 vjet të shkoj në Mars. Po duhet edhe janë 20 vjet të tjera domethënë që të bëhet një çik më praktike kjo punë, 10-15 vjet më shumë, jo 35-40 vjet minimumi që të kesh mundësi ose ke shumë aftësi, domethënë ekonomike, të shkosh në Mars. Domethënë do një çik 40 vjet mira, po do një çik. Po njeriu në Mars do shkojë, ne do shijojmë pa të gjendje që kanë shijuar njerëzit dyshritan kur njerëzit shkon hën, për zbritën hën. Do shijojmë ne për zbritjen në Mars, live. A beson se krimbat ekzistojnë në trup të njerëzve? Po ka trupi njeriut është një bashkësi mikrobesh po, por dhe insekte zhvulla, si krimbat e tjera, kemi plot. Dhe unë di këtë që 70% e njerëzve kanë parazit në lëkurë. 70% e njerëzve kanë parazit. Ndërsa ato që kanë kafsh, kanë 100%. Si përdoret Fibonacci, nga çfarë bazohet? Thjesht bazohet që është shuma e të dyjave, numri tjetër. Shuma e të dyjave, numri tjetër. Është një rregull matematik që gjendet shumë në natyrë. Është ky numri Fibonacci, është një nga çudi se është kështu, por që ja kështu është domosdoshmë. Kështu është rregulli i natyrës. Domosdoshmë kjo shihet gjithë tani. Ke gishtat e dorës, shihet, ke forma e luleve. Në çdo harmoni natyrore shihet kjo, Fibonacci. Fibonacci domethënë është, molekulat janë puzzle që formohen, puzzle magnetik, nuk janë kot puzzle, po janë magnetik që vjen puzzle këtu, fusha magnetike trake shtym këtu ku duhet, nuk janë kot puzzle. Dhe kur formohen këto puzzle i soi normalisht nga forma të rregulla molekulare do formohet një strukturë e madhe e cila është po e rregull, se formohet nga të rregullta. Dhe gjithë jeta ka një simetri kur e shef, ka një lula ka një qendër dhe petalet anash. Petalet kanë format e veta, që gjitha shpjegohen me Fibonacci. Dhe normalisht jeta ka simetri. Kjo simetri shpjegohet me Fibonacci, me këtë shumën e dy paraardhësve, shuma e dy paraardhësve, kjo është seria e Fibonacci, domethënë infinit. Dhe me këtë seri, dhe kjo seri e Fibonacci tregon që lënda tenton të shkojë të zëj vendin me energji më të ulët. Dhe energjia më e ulët shpjegohet gjithmonë me këtë vargun e Fibonacci. A ekziston Zoti? Hojë e bletës. Si mund të ngjesh sferën në formë më të mirë me hojë e bletës. Bleta nuk e di këtë gjë, por automatikisht, instintivisht e ka gjetë formën perfekte. Dhe hojë e bletës nuk ka vetëm bleta, e janë kudo. Shumë e bukur. A ekziston Zoti për shkencëtarët? Po ka plot shkencëtarë që besojnë në Zot. Besojnë ato, po ato kur merren me shkencë nuk besojnë. Nuk e përdorin të paktën besimin fare. Por që normalisht ka plot, por shkencëtarët ka qenë, madje shumica e shkencëtarëve më përpara kanë qenë priftërinj ose ato që kanë qenë priftërinj kanë pas kohë më tepër të menojnë. Dhe kur njeriu
ka kohë, menoj, çdo bëj, do merret me shkencë, do mendoj, do arrin në përfundime logjike, përfundime mendimesh të menuar mirë, arsyetime të rregullta dhe do arrin në shkencë pas e madhe. Por njerëzit më parë nuk e kanë pas mundësinë të bëjnë të merreshin me shkencë. Vetëm ato që kanë qenë priftrinj e ka pas. Dhe shumë priftra, Galileo përfshija shumë tjerë, Giordano Bruno e gjithë tjerë, janë boshkën sta pasaj, Kepleri, ka praktikisht gjithë ka Edhe Newtoni. Edhe Newtoni, po. A vazhdon formula Euler-Lagrange? Eulerin? Euler. Vazhdon. Ato formula janë bazë në matematikë. Mos janë, patjetër. Ka, domethënë ato janë ajo quhet matematika avancuar me fare domethënë, ai shumë rëndësishme janë në matematikë. Janë formula që 200-300 vjet përpara domethënë matematika ka hetë shumë. Po për Illuminatin, çfarë mendon apo për familjen Rockefeller? Ato kanë qenë familje të fuqishme dhe normalisht kanë bërë emër, kanë lënë historik. Dhe normalisht ku ka shumë histori, në një popull që nuk di shumë, këto familje sa i fillojnë ngrihen shumë lart. Po që normalisht nuk ka asnjë gjë përveç. A e ke parë filmin Interstellar? E kam parë filmin, normalisht janë takime që të rrallë fakt që kanë lidhje me shkencën, nuk përsigurojnë shumë. Po që i bukur. Ka fut dhe dimensionin e 4 dhe 5 mrena, ka të kuj qik, po. I tjera dhe mirë. Vrimet e zeza ka po mirë fakt, vrimet e zeza është saktë. Po normalisht ky Interstellar është bërë nga shkencëtarë. Ka ne shkencëtarë ke koha që i ka thonë, nuk e di kush ka qenë një njohë, që ka bërë ka ne ke koha e, normalisht ka bërë një film. Normalisht janë shumë të rëndësishme. Janë pika shumë bukur. Më përpara, qielli nëpër filma ishte thjesht pika në qiell, kurse sot ke filmat e sotme kur kemi qiellin, kemi hartën e qiellit të rregullt. S'ka më filma që e injorojnë astronominë. Ke ndonjë info për arketipet? Arketipet, po. Arketipet janë gjendje, nuk e di fakt, gjendje specifike të njeriut, të kushtozuar të njeriut, nuk është psikologji. Arketipe është shumë, gjendje tipi i njeriut, tipe specifike të njeriut të pavetdijshme, në para shumë. Njeriu kështu është përgjithësi. E mban mend teoremën e Pitagorës? Po teorema e Pitagorës për trekonçat kanë drejt. Është trekonçi këtu, era vetë trekonçi. Trekonçi kanë drejt. Fillojmë me matematikë tani sa shtatë 3 mëngjes. Thjesht pyetja e mban mend. A-ja, këtu, B-ja, edhe C-ja këtu, edhe është A-n katror, që bëjtë shumë, e kam dhe mrapsh po. Plus B-n katror, barabartë me? C-n katror. Kush e thot? Por, Eraldi po mbante mend formulën e Schrödingerit, sa po e bëri. E jo më teoremën Jo, sa bona formulën e Schrödingerit dhe do e nxjerrim nesër, ndoshta? Po, vetëm mos sikni se do bëni afollow gjithë, po nuk e di tash unë e bona atë, tash do dalë. Po që koca për dhe një ide të formulës së Schrödingerit është gjëja e bukur, domethënë, se si menohet për botën, po janë shumë e shkurtër, nuk është një gjë e vogël. Sa për dhe një ide, se normalisht formula e Schrödingerit nuk është vetëm formula, po zbatimi e saj është shumë i komplikuar. Megjithatë, sa për dhe një ide, një fjalë, nga postimet janë nxitse që nuk bëni komente, shpjegohet te komente, pastaj në detaje gjithë ajo Schrödinger. Çfarë mendimi ke për këto UFO-t, a beson apo që po i përdor ushtria amerikane fjalën UFO për interesat e veta? Tham disa herë. Kjo është për Amerikën tash. Amerika normalisht tenton gjithmonë është politikë ushtarake, shtetërore. Dhe gjatë ditëve të Amerika e ka kundërshtuar ekzistencën e alienëve. Tashti ka dalë Amerika dhe Kanadaja dhe të gjithë njëkohësisht gjithë ato pushtetarë më të mëdhenj, si ushtarak, si shtetëror, po thonë që Amerikë që ka UFO. Të gjithë po pranojnë UFO në univers. Që ka ardhur në tokë UFO dhe biles ushtarakë që vinin e bënin stërvitje me aviona, i thuhesh aty kujdes se do ta posh UFO. Kur dalesh me avion bësh manovra, mos u habit nga objekte që do të vinë rrotull se janë UFO. Do të bosi me qenë UFO, domethënë në tokë. Dhe nga një fazë që ato kundërshtohen me UFO, donin që UFO të janë në tokë. Kto janë thjesht interesa politik e ushtarak
që në sytë e shkencës nuk negojnë fare, domethënë as nuk jep rëndësia as minimale. Çfarë mendimi ke për Big Bang? A është shkencë apo besim? Big Bang është shkencë. Është shkencë, por kur vjen afër Big Bangut, normalisht në zonat e kohës afër shpërthimit Big Bangut dhe përpara, se ka edhe përpara Big Bangut, nuk është fillimi i parë Big Bangut, në këto zona bëhet shumë e vështirë parashikimi, ka teori sakta deri diku, edhe formulat pak a shumë janë të sakta, nuk shkon dot deri në atë pikë, por që edhe prova reale është vështirë shkosh të shohësh Big Bangun, në mbetet e Big Bangut, megjithatë është shkencë. Praktikisht është shkencë, është gjë e saktë. Është më e saktë e njëa, jo më saktë të që kemi. Pse jetojnë njerëzit në Tibet më shumë se sa në vendet e tjera? Pse çfarë? Pse jetojnë njerëzit në Tibet ka më zona shumë? në tokë, po, ka zona në tokë ku njeriu, për shembull në vende shumë të pastra, shumë të mira, shumë të qeta, ku mbizotron kultura e tyre është më e rëndësishme dhe ushqimi që ato hajnë. Dhe qetësia e mendjes, mungesa e stresit të tjerë. Varet me zona. Ka dhe genet e njeriu. Njeriu që formohet, që bëjnë gene nga më ndryshme, rastësi, që njëri ka genet e kështu, njëri tjetër ka ashtu, dalin ca gene që jetojnë më shumë, dalin ca gene që jetojnë më pak. Varet. Edhe formimi i geneve. Po janë ndryshime të vogla, 10-15 maksimumi, më shumë ose më pak. Nuk ka nga dallim madh, por me shkencë ne mund të arrijmë, me teknologji mund të arrijmë që të bëjmë njeriu edhe të rojë 500 vjet, 600 vjet. Mund ta bëjmë njeriu të rojë edhe pafund. Mund ta bëjmë njeriu të ecet e mbrapa të botë të rinohet. Me shkencën. Ne mund bëjmë më shumë se aq me shkencën. O profesor të kam vlla, thot, më shpjegon pak atë yllin që ndriçoni parë në mëngjes, që është ndrim. Ai është Afrodita. Apo agon. Ai është një planeti Afroditës, Venusi. Venusi është një ngjashje me Tokën, është pak më i vogël se Toka. Toka është 12756 km në diametër, ajo është 12101. 2756, 2101. Domethënë është gati sa Toka i madh. Është një planet që është 480 gradë apo 500 gradë sipërfaqe. Është shumë i nxehtë. Efekti serë ka bërë nxehtësi shumë madhe atë. Ka vulkane, ka lumenj për Merkuri, lumenj për plumbi, plumbi e hekur, metale domethënë. Metale jo hekur, po metal plumbi, Po metale. mos zgjidhim me njëri tjetrin. Pse duhet të shahani? Dhe nxjerrja klasë do, dhe nxjerrja klasë. Çfarë janë valët elektromagnetike si ti imagjinojnë? Janë energji. Energjia normalisht që energji fotonesh, janë si fotone. Valët magnetike janë shprehje të fotonit, të kuantit fotonit. Normalisht fotonit kanë frekuenca nga më ndryshme dhe ne i kuptojmë si fusha elektromagnetike. Frekuencë e fotonit gjatësia e valëve nanometra është drita e syve njeriu, milimetra është mikrovala, mbarsi radiot janë shumë të mëdha, valë të mëdha, është fotoni këtu. Forma valore e fotonit, fotoni nga më të ndryshme. E fusha elektromagnetike, është energji. Pala elektromagnetike është energji, e cila përhapet në boshlik, në hapësirë, kudo. A do të jetojnë njerëzit në të ardhmen në Mars? Po patjetër, është 100% e sigurt. Bëhet fjalë. Vetëm që ose ne nuk shkapojmë vetëm përpara. Po të del Toka, e thot dikush me jetua, do shkosh. Normalisht kemi Tokën, por Marsi do shkojmë më shumë në interes do kenë ato biznese, kurështarët, shkencëtarët. Këto do jenë ato që do shkojnë në Mars. Do jetojnë. Po më qoftë se Toka rrezikohet, mund të shkojnë gjithë aty. Po patjetër, pastaj tjetër punë pastaj. Kur rrezikohet Toka do shkojnë gjithë në Mars, por puna është se në Marsi nuk është shumë praktik për jetë shumë një bëjë, por normalisht me teknologji kështu mund të bëhet. Do ka gravitet më pak se Toka. Në Mars ne nuk kërcejmë 2 metra sipër. 2 metra gjysmë nuk kërcejmë. Kështu, normal, se mund të shkojmë deri në 4 metra pas atë po. Në shumë i lehtë si Mars. Ajër nuk ka shumë, ka një më pak se Toka. Natat e Mars duket fantastike, yjet nuk duken kryevepër. Po, vën 4 minuta të qija, A ka NASA ndonjë plan për të ndaluar asteroidët që mund të godasin Tokën? NASA ka plane plot, jo vetëm NASA, gjithë bota. Ka plane, normalisht mendohet që të çojnë një anije kozmike që ndalon tek asteroidi, dhe anija kozmike shon gaz, vetëm shon gaz, pasi ka ndaluar asteroidi. Duke lëshu gaz, asteroidi shtyhet nga ana e kundër, ligji 3 newtonit. Dhe me që të shkojnë në Tokën, shtyhet dhe shkon 2 gradë, 1 gradë, 2 gradë më djathtas.
dhe bën që mos bien to. Kjo është gjëja më e mirë. Po ka të bomba atomike, mos shpërthesh bomba atomike këtu dhe forca shtytse e kësaj, mund të japi goditje, do të thënë asaj spaston. Ka lloj. Ose mund të çojmë një anije kozmike me një plak të bardhë përpara, dhe kjo e bardha çfarë bën? Pasqyron ditën e diellit. Dhe forca shtytse e ditës diellit spaston asteroidin. Ka lloj metodash. Si mendon për trenat me fushë magnetike pa fërkime, mund të realizohen? Hyperloopi, po, trenat magnetike janë gjithanë magnete, domethënë. Por kemi dhe hyperloopin, këto trena në një tub pa ajër. Heqë dhe fërkimin e trenit me ajrin. Po hoqet e këtë, treni pastaj vetëm hecën para, pa analen. Bëhet si raketë, si anije kozmike. Anije kozmike është në hapësirë boshe. Edhe treni në hapësirë boshe më tonë. Edhe pastaj ke 2000, 3000, 5000 km/h. Do thonë aty shkon më shpejt se avioni. Do të fjalë. Ajo është e armë. Kjo do bëhet. Kush e kontrollon botën? Botën e kontrollon normalisht të kontrollon leku, zot, interesi e leku. Kush e ka fuqinë për pas lek dhe interes. Pastaj normalisht kjo është. Ska. Kjo kontrollon botën. Njerëzit kontrollojnë familjen, kontrollojnë lagjen, kontrollojnë domethënë gjëra të vogla. Biznesin, punëtorët që kanë sipas fuqisë. Po botën superfuqisë. Nga vin UFO-t apo shpiken nga njerëzit në tokë? Shpiken nga njerëzit të lloj UFO-sh, janë thjesht shpiken nga njerëzit. Që kur u tha në vitet 50-60, se kush ishte ai që ja tha, se para këtyre viteve, para viteve 50-60, për këto objekte që ishin pa identifikuara, thuhesh që janë kafsh, janë njerëz, janë lugetër, janë kuçedra e tjera. Më vonë, mas një shkencëtar, ç'ishte nuk e di kush ishte, tha që këto mund të jenë alien dhe kjo u miratu shumë nga populli. Edhe të gjithë dole një zërë pasaj që këto janë alien pasaj. Alien, do mori nau kjo alienizmi pasaj. Po gjithë to janë thjesht objekte që nuk janë identifikuar. Dhe kur janë identifikuar, UFO, atëherë nuk kemi pse të themi që është kështu. Kur ti nuk e di, nuk e ke identifikuar çfarë është ajo, atëherë mos thuaj çfarë është. Nuk e di çfarë është. Kaq. Cili do të ishte një zbulim që do t'i japi një hap të madh shkencës? Zbulim që do japi shkencës është të zbulosh se nuk i lexon sipas renditjes, se jam duke i lexuar, po më shpëton mendimin. Për shkencën për shembull janë pika kryesore bashkimi i teorisë së relativitetit me teorinë kuantike. Kjo do ishte domethënë ose një hap tjetër i formulës Einsteinit më shumë, ose gjetja e lëndës së errët. Ç'është kjo lëndë e errët? Ekziston ose jo? Ç'është si ka? Po ose jo? Se jemi as po as jo, nuk e di. Ka 80-90 vjet që jemi me hipotezën që ka apo s'ka lëndë e errët. Edhe akoma se kemi gjetë. Po në tokë? Në tokë? Një zbulim i madh që mund bëhet. Këtu në tokë. Shumë e rëndësishme është kjo, hyperloopit. Bëhet kjo për shembull shumë hyperloopit. Pastaj vrimet e krimit subteknik është teknologji shumë e lartë ajo. Por informacionit, të hapësh informacionin, për shembull të jetë ajo hologrami. 3D për shembull hologrami, bëhet hologrami, është fantastik. Ka gjëra tjera. Për shembull, a ke ndonjë teori tënde ose një ide origjinale rreth një problemi? Po, kam një ide time origjinale, dhe po vuj. Kam të paktën 3 apo 4. Një sa po thash për punën e lëndës së errët dhe teorisë mbrapa Einsteinit, këtë e kam. Po s'e kam marrë las, nuk them çfarë. Kjo është teorisi që kanë gjithë që mundohen gjëra, mundohen prim. Unë kam bë formulën e numrave jo prim. Po nga kjo formulë e numrave jo prim, ne gjejmë formulën e numrit prim. E kemi, është formula e numrit prim, që normalisht gjithë mundohen ta gjejnë. Unë e kam gjetë dhe kam bërë dhe provën në Python, në programin Python, dhe më dalin gjithë numrat prim perfekt. Normalisht unë e kam bërë formula e numrave jo prim. Dhe ke programi Python, çfarë bën? Vetë formulën e numrave jo prim dhe i thu përfundime që dalin ke kjo, më thuj të kundërtën e tyre përfundimeve. Dhe dalin të gjithë primet, rreshtohen gjithë primet. Nga një numër në një numër. Nga 1% deri në infinit. Ku të dush ti? Dhe programi automatikisht gjeneron vetëm numra prim. A ka qenë vërtet teoria e Teslas me lidh qendrën e tokës me ionosferën me anë të një pulle? Nuk e di këtë, nuk e di. Normalisht kjo është tamam fusha e Teslës, kjo është fiks fusha e Teslës, po nuk e di që sa i ka më nuk ka. Normalisht është tamam me rrufet,
me diferencë potenciale midis shtresave të atmosferës në tokën. Normalisht kjo është tamam fusha që është marrë tesa. Ndoshta ka dashur ta bëjë këtë. Kjo normalisht është çik ka arritur në kohën e sotme, jo në kohën e tesës. Të duhet të kesh një një tel të gjatë, një fije, që ta ngresh sipër e të krijosh të bashkimin potencial midis fushës elektromagnetike. A ke dalë ndonjëherë në hapësirë thotë? Jo, jo, vetëm me mendje. Po që ja, kjo është ideja. A mund të na shpjegosh për antimetër? Antilëndër. Antilëndër është vetëm lëndë si lënda jonë, por ke atomi, elektroni është pozitiv, bërthama e ka protonin negativ. Kjo është ndryshimi i lëndës me antilëndër. Protoni nuk është pozitiv, si ke lënda normale, po është negativ. Ka shenjë elektromagnetike të kundërt. Domethënë vetëm fusha elektromagnetike është e kundërt tek atomet e antilëndës. Vetëm në këtë drejtim antilënda quhet antilëndë, domethënë është e kundërta e lëndës, vetëm në një nga 4 forcat e natyrës, vetëm në një, elektromagnetizmi. Dhe po bashkëpunë të dyja kthehet vetëm në energji. Menoni elektronin me spinin e elektronit, që rrotullohet, ky rrotullohet kështu, ky rrotullohet të kundërt. Dhe kur bashkohen të dy vorbullat elektronit, dy vorbullat eliminohen, shohen në zero. Dhe në moment masa, lënda, kthehet në fush energji, moment, 100%. A është e Energjia është shumë e madhe. A është e rrezikshme prekja e bërthamës së tokës? Është e nxehtë sa sipërfaqja e diellit, 6000 Ta gradë. prekësh, ta modifikosh, ta prishësh, kam përshtypjen se e ka. Ajo është, ne e prekim çdo ditë kur hajm bukë. Lëndë, bërthama e tokës është hekur nikel. Luka që kemi ne është hekur nikel. Ajo është bërthama e tokës. Domethënë luka është bërë me materialin e bërthamës. Nëse ti shkon atje dhe i bie asaj. Ajo është llavë. Është e A mund të shkrirë. shkatërroj tokën? Shkatërroj tokën? Nëse ne e prekim për shembull? Jo, asgjë fare. Prekë sa dura, ajo është gjigante. Ajo është, nuk e di sa e ka rrezën me kilometra. Ajo është një top i madh me kilometra i shkrirë komplet. Vlerësinë e ditë 6000 gradë. Hekur nikel, lugë e shkrirë, pirujt e shkrirë. Është një top llave e bardhë fare, të vret syt. Jo e vera si llava që imagjinojmë neve, po është e bardhë fare. Dritë është qena vogël. Konceptin e kohës, si e shpjegon? A ka krijues që nuk ndikohet? A ka krijues që nuk ndikohet? Koncepti i kohës. Krijuesi nuk duhet ndikohet nga koha. Krijuesi ka bërë hapësirën e kohën dhe ai duhet jetë se zbot jashtë hapësirës së kohës. Në ngjarjeve që bëjnë natyrën tonë. Normalisht, krijuesi është jashtë, s'ndikohet nga hapësira e kohës. Konceptet e hapësirës së kohës janë në botën tonë. Ngjarja, nocioni i ngjarjes, si themi ne që ndodh një ngjarje, ndodh sepse një objekt, një diçka lëviz në hapësirë për një kohë caktuar. Dhe ne nga ngjarja gjejmë dy rrjedhoja, dy rrjedhime, hapësirën dhe kohën. Dhe kemi hapësirën e kohës, kuptojmë hapësirën e kohës si koncepte. Nga që ndodhin ngjarje në këtë univers. Ai Zoti pastaj është jashtë, A ka provu me zgjidh ndonjë nga problemet e mileniumit? Po, ka provu sa fola për atë. Numrin prim. Edhe unë them se e kam bën numrin prim. E zgjidha. Plus që kam edhe tre të tjera, tema që i kam gati, po duhet mbaroj një herë punë me këtë numrin prim, ta publikoj këtë, pastaj të merrem. Dhe kam dy tema tjera është kjo. Graviteti e Einsteinit, të shohë çik problemi me lëndën e errët, dhe kam hec mirë me këtë, me mendjen time, kam sa ideja shumë premtuese dhe konstante kozmologjike. Këtu ke konstante kozmologjike është, unë them që është një ekuacion me dy pajora për momente për shkencëtarët, që nuk e bëjnë dot, se ka një pabarazim midis matjeve me Hubble dhe James Webbi, që Hubble dhe James Webbi po e mbajnë universin shumë saktë, edhe më saktë me James Webbi. Dhe del fix të dhënat e Hubble. Teoria nuk është dakord me këtë. Teoria saksohet gjithmonë drejt një pike, eksperimentet saksohet drejt një pike, po konstantet e kozmologjike është një, nuk është dy. A ekziston teletransporti? Kështu që unë kam një tema që po merrem me. Teletransporti ekziston në botën kuantike, në botën kuantike ekzistojnë çdo gjë. Domethënë bota kuantike është ai thesi magjik, kapelja, domethënë që nxjerr çdo gjë nga kapelja. Çfarë dush ti? Do një gjë ta nxjerrësh, bëj një eksperiment caktuar, merr dhe nxjerr nga natyra.
Domethënë, në botën kuantike mund të arrish çdo gjë. Dhe shkencëtarët thonë që kanë arritur teletransportin. Bo. Thjesht duhet modifiku mikrobota me eksperimentet tona, që të arrish boshën e bidoti. A duhet jemi kurios për të kaluar në mënyrë që të kuptojmë çka kanë ditur, vepruar ose synuar asa koha? Po patjetër. Të njohësh historinë është gjëra një nga gjërat më të mira domosdoshmë. Ne duhet ta dimë se s'bën. Domethënë, është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Vetëm të mëson shumë se si të ecësh në tarmë. Është ajo shigjeta e kohës. Nuk është një shigjet që ti kur di ku ka qenë shigjeta, di se ku do shkosh në tarmë. Varet si e drejton shigjetën, si e drejton. Është shumë e rëndësishme. A bien yjet? Jo yjet, po bin gur. Gur që ndriçojnë digjen si yjet. Ne shohim pika në qiell, shohim edhe një vizë të ndryshme, që ka dimensionin e viza, ka dimensionin e pikës në një drejtim. Dhe duket sikur pika u bë vizë. Edhe themi e lidhin pastaj. Hylli bra. Normalisht janë gur që janë qiell. Nga një arsye në digjen. Kur vinë në tokë, vinë me minimumi 30 km/s. Minimumi. Tiranë Durrës për sekond. Me një noshë shpejtësie, ta edhe është guri do digjet në ajër. Dhe nga një arsye 90 deri në 60 km ato digjen në ajër. 30 km, 40 km, 50 deri në tokë më herë. Vetëm digjen. Përse duhet të lindi? Nuk ka pse do të dalë asaj 90 deri në 60 km ato digjen në ajër. 30 km, 40 km, 50 deri në tokë më herë. Vetëm digjen. Përse duhet të lindi? Nuk ka pse do të lindesh, nuk ka fare arsye, thjesht lindjeta është pa logjikë, thjesht është. Domethënë, e vetmja arsye time dhe një pse që mund t'ja kushtu është për jetën e një personi vet, për jetën tonë. Që neve kemi një qëllim. Vetëm neve kemi qëllim. Si njerëz, si specie s'ka qëllim fare. Ne thjesht jemi, ishim, u formuam siç jemi. Pse bërthama e tokës nuk ngurtësohet, por qëndron shumë e nxehtë? Është shumë e nxehtë. Një trup, ajo është shumë e ngurtë, nuk është një lëng që mund ta lush, është shumë i njesh. Është më e fortë se guri. Por është dhe lëng, është tip plazme. E nxehtë fare. Domethënë është. Po pse rri ashtu është ideja? Se e shtyp toka nga sipër. E shtypin gurët e tokës nga gjitha drejtimet. Dhe e shtypin e majtë njeshme. Një gjë shumë e nxehtë, të cilën ti ke shtyp dhe e man atje. Si tokë dorësh. Po në qoftë se si ujë, po shumë e fortë. Vetëm nga shtypja e nxehtë? Po, nga shtypja është e nxehtë. Dhe nga formimi i tokës si fillim fare. Të formuar nga përplasja solide, por plasu tat është nxehtë. Ngjeshja e tokës pastaj nga ana tjetër ka njerëz më tjerë, dënësia shumë e madhe. Dhe të dyja këto bashkë bëjnë nxehtësi të madhe në qendër. Dhe nga që është e lëngët, ne kemi fushë magnetike, që buskulla neve na drejtohet. Nga që bërthama e tokës është e lëngët. Po kishte ngri bërthama e tokës të ngri, buskulla nuk ka më. Në fakt ajo do ngri siç është. Po, mund bëhet. Mund të kesh prapë fushë magnetike. Një ditë e zakonshme, a është e barabartë për të gjithë në tokë? Po, barabartë fare. Në sisteme specifike referimi, koha është për gjithë njësoj. Ama në raport me njëri tjetrin kemi Einsteinin pasaj. Sa më shpejt, sa më ngadalë. Duket sigur, jo se është në të. Të gjithë kanë njësoj shpejtësi. Njeriu rolën që i vjen, si më thonë, e 100 vjet rolën gjithë. Ku do të jetë? Po për numrat e pafundme? Numrat e pafundme janë të tillë shumë. Është koncept i njeriu që numri në konceptin +1+1+1, domethënë vazhdon gjithmonë pafund. Është koncepti i hapësirës pafundme, i kohës pafundme, i numrave, universit, i ngjarjeve shkak pasojë pafund, janë koncepte pafunde këto. Nuk kanë funde. Çfarë mendimi ke për depozitat e litiumit që janë zbuluar në Kaliforni? Normalisht aty kanë një asteroid. Kanë një asteroid dhe normalisht janë gjetë litium. Litiumi në fakt është një element i lehtë. Nuk është se bien që do tokës. Litiumi është megjithëse ka një përqendrim atje, përqendrimi tregon që ka rënë një asteroid, që ka pas shumë litium në atë moment. Po kjo ashensori që duan të bëjnë shkencëtarët me dalë në hapësirë, çfarë është? Ky është një përparim teknologjik. Një mundësi më shumë për të dalë nga toka. Është fantastik, është shumë gjë e bukur. Por ne jemi shumë brava, kësaj. A është e vërtetë që femrat kanë një qe më të ulët se meshkujt? Nuk Jo, për ta thënë. Jo, nuk thuhet dot kjo, se të dy ka shumë kanë një qe, por i qeja varet për çfarë e ke. Ne e përdorim trurin për një gjë tjetër, ato për një gjë tjetër. Ndryshon përdorimi i qes. Varet për çfarë do. Në psikologi është
thuhet termi inteligjencë profesionale, inteligjencë e caktuar. Janë 7 apo 8 inteligjenca të ndryshme. Ti thënë ato. Një inteligjencë është, por që varet se si e transmeton, si e përdor njeriu inteligjencën. Inteligjencë për muzikë, inteligjencë për abstrakt, për matematikë, për të tjera, inteligjencë për puzzle, inteligjencë për fol. Ka lloje inteligjencash, A depërton shpejtësia e dritës kohën? Kur një trup ecë me shpejtësi drite, ajo nuk përjeton në as kohë, as hapësirë. Të jesh tek drita, e ti thosh, e je hapësirë kohën, ajo nuk e ka iden fare. Hapësirës edhe kohës, fare. Nuk ekziston, nuk e koncepton dot drita, energjia domethënë, nuk e koncepton dot hapësirë kohën. Lënda e koncepton, neve e konceptojnë hapësirë kohën. Energjia nuk e koncepton. Domethënë, dhe ne kur kthehemi në energji, për ne s'ka më kuptim hapësira dhe koha. Bëhet fjalë për zero dhe me infinit. Është koncept komplet jashtë natyrës, domethënë. Se kur je një diçka është lëndë ose energji. Kur je lëndë, ke hapësirë kohë. Ku bien këto yjet që përmendë thotë? Ku bien? Kudo. Por nuk arrin të bien në tokë. Në qoftë se keni një eksperiment fantastik shumë i bukur. Në qoftë se keni një terracë shtëpie, një obor, ai diçka, nuk e di, shtroni një çarçaf letër të bardhë, madhe. Tabak, letër të bardhë. Edhe lejeni edhe një javë, jo më shumë, një javë. Mas një javë mblidheni, gjithë pluhurin që kalon atje, mblidheni, do shihni ke ai pluhur i vogël, do shihni sa kokriza të vogla 1 mm ose më pak. Kokriza sferike kryesisht. Të gjitha ato sferat e vogla janë meteorë. Gjitha ne bin, si pluhur, nga qielli. Shi meteorësh. Por normalisht litra tonë në ditë. Nuk arrin të bien sigur sepse digjen në hapësirë. Digjen në hapësirë, ato thrimë të vogla, digjen, bëhen si top llave, kur digjen, dhe bin si pika shumë të vogla, pra si thërrime rare. Dhe kur i keni mbledhur të bardhë, si merera, kështu, normalisht, do shihni do i mblidhni të asteroidët dhe po ti çoni nëpër ca faqe interneti të caktuar, domethënë ca shoqata e kompani që merren me këto, mund t'i vlerësojnë këto asteroidët dhe mund merrni shumë lekë. Nëse janë tamam. Nëse tamam janë, pa kanë vlera. Po pra. Meteorja, çfarë sferike të vogla, ato të vogla, janë gjithë asteroidë. Përse akulli që është i ngurtë lundron në ujë. Akulli qëndron sipër ujit sepse uji, ndryshe nga çdo lloj element, nga shumica të parë elemente të tjera, nuk kurret kur ftofet, po bymehet kur ftofet. Dhe kur bymehet, ka dënsi më të ulët. Dhe kur ke dënsi më të ulët, do jesh më i lehtë. Është parimi i Arkimedit pasaj, që normalisht bojanci, që normalisht do tosh mbi ujë. Uji është më i rëndë, do bie më poshtë. Si do evoluoj njeriu pas shumë vitesh? Do evoluoj varet nga, domethënë, gjatë gjithë kohës evolucioni ka bërë këtë. Mbijeton më i miri, më i shpejti, më i zgjuti, domethënë mbijeton aftësitë e njeriu, biologjike, fizike, kamuflimi, zgjuarësia, forca, to mbijetojnë. Ke teknologjia sot, që po bëhet shumë avancuar, ndryshe nga çdo kafshë tjetër, deri në sot edhe për njeriu, në sot e në të ardhmen, teknologjia do jetë faktor që do përcaktojë evolucionin. Atë që do e bëjë njeriu të mbijetojë. Sot mbijeton dhe ai që nuk ecën dot, edhe i verbri, edhe ai që nuk e ka inteligjencën e duhur, mbijetojnë të gjithë sot, se kemi teknologji. Kështu që evolucioni tek njeriu do ndryshojë drejtim. Dhe do ketë mundësi të jetojë çdo kush. Dhe në këtë rast, evolucioni do bëjë që shkenca do bëjë që kushtet e njeriut do përmirësohen gjithmonë më shumë, truri i njeriut do përdoret ai shumë, dhe truri i njeriut që ka qenë duke u zmadhu, në këtë moment nuk do zmadhohet më. Do komplikohet ndoshta kështu, por nuk do zmadhohet më të bëhet gjithmonë më inteligent shumë. Inteligjenca do të ketë disa zona caktuar, për disa funksione të caktuara, që do njeriu do ketë lidhje me teknologjinë për përdor teknologjinë. Do ndryshojë evolucioni i njeriu. Nuk do jetë më siç ka qenë deri dje sot. Vetëm me teknologjinë që kemi ne sot, kushtet që kemi ne sot. A është i vërtet firmamenti? Ja. Firmamenti është si një objekt, si kupol, si një kupol kishe apo xhamie, nga ato kështu, apo planetarium, nuk ekziston. Është thjesht gaz i ajrit, që bën ca forma kështu optike duke si hark. A mund ta kalojë njeriu inteligjencën e vet? Njeriu do të kuptojë inteligjencën, normalisht inteligjenca ka lidhje gjithmonë me dijet e njeriu. Sa më i ditur, aq më mirë e përdor trurin dhe si rezultat,
aq më të lartë ke inteligjencën. Inteligjenca është rrjedhoi e përdorimit të trurit. Nuk është gjendje fikse e trurit më. Dhe njeriu duke marrë dije më shumë, do jetë gjithmonë më inteligjent. Por në vrasje të dijeve, inteligjenca do ketë aftësi të ndryshme në fusha ndryshme. Dhe normalisht njeriu do avancon gjatë jetës me inteligjencë. Deri aty sa kur ana biologjike fillon të bijë pasaj mbrapa, dhe inteligjenca është në rritje, ana biologjike është në rritje dhe normalisht ka një maksimum inteligjence njeriu. Arrin në par maksimumit, dhe pastaj inteligjenca fillon. Apo largohet hëna nga toka çdo vit më shumë? Po, çdo vit më shumë. Çdo moment më shumë. Gjithmonë largohet. Ka qenë shumë afër kur u formu, dhe po largohet gjithmonë më shumë. Sido që ishte ana po largohet ngadalë, toka do vazhdoj prapë normal, ka vëllë. A beson se ka botë tjetër? Jo, s'ka botë tjetër, kjo është bota. Me gjitha format e mundësitë e veta, kjo është bota. Dhe universitetet që janë jashtë apo mbrenda universitetit tonë janë njësoj të njëjta. Po njësoj, siç është universiteti. Njësoj. Çfarë mendon për Biblën? Kam përshtypjen mos sot për jetën e përtejme, megjithatë. Jo, vetëm kjo është. S'ka tjetër. Jetë përtejme nuk ka. Nuk mund të kesh jetë mas i vdes. Por ti mendon që nuk vdes fare njeriu? Unë kam një postim që njeriu në farë mënyrë, sipas Einsteinit, njeriu nuk vdes. Shihni postimin se më nuk u zgjatën e kës. Është një postim që bëni komentin duhet shoh. Udhëtimi në dimensionin e 5? Çfarë të udhëtime në dimensione, normalisht gjithë dimensionet janë këtu ku jemi ne. Ne kuptojmë 3 dimensione hapësinore, se aq na duhen neve për të jetuar. Normalisht çdo gjë e gjallë, çdo gjë kështu, mundohet që të përdorë sa më pak dimensione të mundshme për të jetuar. Domethënë gjithmonë sa më pak. Domethënë neve jemi mësuar me 3 dimensione. Nuk janë ndash 4-5, do harxojmë shumë energji për të kuptuar 4 dimensione, 5, 6, 7 dimensione, edhe deri 1000 ose pafund dimensione. Ne përdorim 3 minimumin e nevojshëm. Por dimensionet e tjera janë këtu ku jemi ne. Nuk kemi se të udhëtojmë ne për shkuar dimensione. Çfarë janë dimensione? Po ne, i 4, i 5, i 6 janë këtu ku ne nuk e kuptojmë. Dhe këto që shohim ne sot janë projeksione të dimensioneve më të larta. Çfarë janë vibracionet dhe materia a është vibrim? Materia është vibrim, po. Se në botën kuantike, lënda shprehet si një ekuacion valor, si një val. Është një val, thjesht një vibrim. Dhe normalisht vibrimet janë, ne nga vibrime përbëhemi. Çdo gjë është një val, një dridhje, një val. Çdo gjë. Pse nuk punon me NASA? Është duke bërë shkollë. Jam duke bërë shkollën një herë, se do të duan shkollën e para, as po ç'bëj. Nga e para jo. Jo nga e para. E njohi një pjesë të duan plotësim. Të hykon. Do thjesht po bëj një pedagogji. Për pedagog, për pedagogji. Atë nuk e njohim. Po nëse materia udhton me shpejtësi drita. Do të thënë energji. Nuk mund të udhtohet dot me shpejtësi drita. Po ajo, po them me rastin kështu virtual, sikur do ajo do shkoj në shpejtësinë e dritës, ajo kthehet në energji. Ndryshe nuk shkon. Kështu shkon. Normalisht do ta lë koha. Do na lë koha në vend, normalisht. Nënda do spostohet, ndoshta, në formë energjie si spostohet drita, por për dritën, koha ka ndalur një zat. Ti ndonjë gjë nga alkimia, kthimi metaleve të tjera në ar? Kjo bëhet me fuzionin, me fisionin bërthamor në bërthamën e njeriu. Nuk është se alkimia të ketë mundësinë të bëj një element kimik ta kthejë në element tjetër. Ky është një proces bërthamor, jo alkimik, kimik. Kimia apo alkimi. Domethënë, kimia është shkencë me formula, alkimia është shkencë pa formula. Domethënë, alkimia është gjyshi i kimisë, si të thonë. Kështu ka lind kimia, nga kimia. Po kimia dhe alkimia, domethënë çan kimike, me anë kimie ne nuk mund të ndryshojmë elementin nga një element në element tjetër. Do doja ta shihja këtë live në një orar më të përshtatshëm se ora 4 e mëngjesit, sepse brain freeze. Ky live do jetë në YouTube për gjithë ata që s'arritën ta ndjekin. Po, do hedhim direkt live në YouTube. Me emrin Real Buneci është edhe në YouTube, kështu që mund ta gjeni atje. Kam 3 live për të direkt, po si kam edhe live. Do jetë 3 live në YouTube. Neve këtu jemi në orar të përshtatshëm në fakt. Ne kemi orarin po jemi në Kanada. Nuk rastisim paraditës se jemi në aktivitet lëvizjes tani ne dhe tash i na vot marfat, po. Jam futur më herë, fakt, jam futur më herë. Po sot nga që është pushim. Një mund të shtunave u mundon futem, sepse keni ditën pushim. Por edhe ora 3-4 nuk është normale. Është vonë për ju. Normal.
A mendoni se ka kufi që shkenca nuk mund t'i kaloj kur? Ja dhe 10 minuta dhe do ta mbyll. Kufi, për momentin, shkenca ka kufi. Vetëm në kohë është problemi. Po të hiqin faktorin kohë, shkenca do të arrit pa fundësi. E arrit pa problem fare. Thjesht koha është problemi. Është një shprehje e vjetër që thonë që për një s'është reale, po për një qytetërim shumë të vjetër, ka që ishte shumë i fuqishëm, shumë i avancuar, kishte ngel një thënie që nuk na shkatërroi asgjë, vetëm koha. Nëse kjo është. Çfarë pajisje u zbulua plus që e zbuluan inteligjencën artificiale? Që çojë drejt inteligencës. Është thjesht gjuhë programimi. Kod. Gjuhë programimi. Thjesht një kompjuter i mirë është, superkompjuter. Superkompjuteri bën në kohë reale një përgjigje inteligjente. Thonë sa. Është thjesht përgjigjet nga ChatGPT-ja ato që marrin neve, nuk janë përgjigje logjike fare. S'kan logjik njeriu. Është thjesht një robot që merr fjalë thjesht duke parë se neve kemi marrë të ashtu. Bën kopjen e marrjes, me që ne kemi marrë këto fjalë në këtë formë, i marr dhe unë këto t'i jap ty. Këto përkove. Nuk e ka idenë fare ChatGPT-ja se çfarë ke shkruaj ti apo se ç'thon sa ty. Nuk ka logjikë. Është thjesht matematikë. Merr ato fjalë, se kështu janë thënë zakonisht, unë jam e merr ajo ta jap ty. Unë është nuk e merr, unë është nuk është fjalë. Njeriu lind që të përdor dorën e majt apo ndodh rastësisht gjatë rritjes? Ndodh gjatë rritjes, nga kultura jonë që kemi ne. Unë për shembull përdor me dorën e majt. Jam sallaksh, domethënë. Përdor shumë. Ditë shkruaj me djalin se mësova në shkollë, po të majtën e kam më praktike për çdo gjë. Është shumë, nuk më pak shumë përdor dy apo. Unë jam sallaksh, domethënë. Para se si rasti ku i vogël. Çfarë roli ka hëna për tokën? Hëna sot, me që është, ka rol shumë të rëndësishme, se po t'i ke hëna, ne toka do nuk do rrëllohet morë në diell. Do iki o larg, o do afrohet diell. Varet nga momenti kur hëna është duket. Do të jetë se s'bo aty. Se ndryshe ne do digjemi në diell, ngrim kur të largohemi nga dielli. Njëtja. E dyta është që normalisht hëna ka pas shumë rëndësi, se neve kemi avancuar shkencën shumë më tepër vetëm prej hënës, se njeriu është bërë kurioz më përpara për nga qielli, se ka pa hënën. Edhe ka përdor kalendarin e hënës, pastaj edhe tjera që na kanë ndihmuar shumë për të avancuar në shkencë. Hëna ka pas një rol shumë të rëndësishëm. Dytësor, po ka pas rëndësishëm. Mendon se bota ka qenë më përpara më e zhvilluar se ç'është sot? Jo, asnjëherë. Asnjëherë më e zhvilluar. Ka pas zhvillime kështu, tip majmuni apo domethënë ndeke guri apo ke objekte që ka përdor shkopinë e këto, po jo më tepër se aq. Pastaj kur filloi procesi i nxjerrjes së metaleve nga toka etj, aty pastaj u bosi tip qytetërimi edhe. Aty pastaj nuk quhet pastaj, kjo heci pastaj. Po nuk ka pas asnjë qytetërim të çuditshëm më përpara në tokë, asnjë. Se do kishin mbetje se s'bë. Çfarë lloj katastrofe mund të ndodhi në tokë që të zhdukit të paktën qytetërimin që kemi ne sot. Pallatet, ndërtimet, çfarë kemi bën neve? Çfarë lloj shkatërimi në tokë do të ndodhi që zhdukit gjitha? Çfarë do që të ndodhi në tokë do ngjelin shenja se s'bë. Kanë ngel dinosaurë që kanë qenë 60 mijë vjet përpara ne shohim sot. Jo më pallatet tona që ti mburit toka e ndërtime komplekse tona të pystyre lapsi, nuk e di këto vekta që kemi neve të zhduke vaje, nuk mund të zhduken ta. Se edhe për metale janë forta, edhe sikur. Frigoriferi, këta përmysë toka në një do të dalin ca frigorifera nëpër e do i gjejnë gjeologët. Do kishim gjithë ca pajisje vekta të hershme. Nuk është gjithë asnjë gjë e sofistikuar. Ti është kocka nga një shfurzhje shtiz, nga një gjë thjeshta fare. Nëse do udhëtonim drejt Antarktidës pa u ndalur, ku do të përfundonim? Do përfundonim aty ku nisëm, rrumbullak tokës. Rrumbullak. Në çdo jetim dush. Çfarë mendon për law of attraction? Ligjet e gravitetit. Do të thonë janë dy metoda që mund ta thush këtë. Një është graviteti, normalisht gravitoni, do të thonë që vesh sa që ka gjithë akoma, që lënda thith normalisht prej gravitoni, fushës gravitacionale, dhe Einsteini, forma tjetër ose Einsteini, që unë e tjetër, që normalisht graviteti lënda përthyn hapësirën kohën, dhe trupat afrohen lëndës, prej përthynës hapësirës. Dhe kjo është indirekte, duke sikur toka të rejtë. Do flas në Instagram, do link takime për YouTube, do flas live në YouTube.
Se YouTube-i nuk e ka si TikTok-u që do japi një njoftim, po do lej orar fix, do e bëj si një tip emisioni ka, një program fix, që ju të dini orën, dhe të shihni. Po ta bëjmë me orar fiks. Me orar fiks. Çdo shtunë në orën. Çdo shtunë, emisioni shtunës, unë kështu e ka thonë. Emisioni shtunës, do çdo shtunë do jem live, 2 orë, 1 orë e gjysmë sa mundësia. Dhe do live do jetë aty në kosmos, do e shihni live në kosmos. Po ju live në YouTube bëni pyetje. Çfarë mendoni për civilizimin tartarian? Nuk e njohte. Nuk e njohte tartarian. Sa kam dëgjuar një. Çfarë do të na mundsojnë quantum computer pafund? Kompjuteri kuantik do na mundsojë neve që të kemi realisht AI, normalisht, të paktën. Normalisht po të marrim robotin, gjuhën e programimit, të marrim dhe kompjuter kuantik, gjuhën e programimit, kompjuter kuantik bashkë bëjnë këtë AI, robotin që po ne po flasim gjithmonë AI. Kjo është AI reale, jo çfarë do bëtoja. Kompjuter kuantik për shembull, gjëja më e mirë e kompjuterit kuantik është që kur të bëhet kompjuter kuantik, nuk do ketë më smundje. Do gjinen të gjithë kodet e viruseve, mikrobeve, kodet gjenetike, dhe do gjenden proteinat e duhura për të sulmuar, për të vrarë çdo lloj mikrobi, virusi, çdo në moment. Për shembull, virusi virusi që kaluan, Covid-in. Virusi Covid-it nuk u gjetën vaksina reale, u bën prova indirekte për gjetë një vaksinë pak a shumë 6 mas testeve. Të kishin kompjuter kuantik neve, dhe kishim gjetë vaksinën për 1 orë, 2 orë. Në laborator, gjetë vaksinën, se kompjuteri kuantik bën ato kombinimet e virusit dhe proteinës, edhe e gjen kombinacionin e duhur në moment. Miliarde e super miliarde në sekond, dhe gjen kombinacionin, gjen çfarë proteini duhet, e prodhon dhe ta nxjerr për gjysmë orë çfarë kohë të nxjerrë ilaçin. Dhe s'do ketë me ilaçe, s'do ketë më smundje në çarkullin, fare. Do mendojnë që do jetë shpejt kjo gjë? Shpejt, ja 30 vjet, 40 vjet, në është maksimumi, do jetë, do bëhet. Do shdu me smunet. Në nga tjetër, gjithë ushqimet që neve kemi, që përdohajnë sot, do bëhen sintetike. Sintetike jo, do bëhen reale fare me kompjuterin kuantik. Do bësh moll. Nuk do ketë pse të presësh pejmë që të bëj mollën në ke deka ke gjetja. Me kompjuter kuantik ti do programosh një pajisje që të bëj brumin e mollës. Po jo brum mollë si që bëjnë të sot, o me gjë e kështu. Po brum mollë original. Normalisht ne mund të hajmë mollë originale atere, kur bëjë kompjuter kuantik reale mollë. Në më thënë, do bëjnë ushqimet nga kompjuteri. Do bëjnë për shembull qumshi. Nuk do presim neve qumshi të vi nga fabrika e dhis, apo e deles, apo e lopës, po do bëjmë lopë me kompjuter. Por gjithë ato procese që ndodhe ke lopa do bëhen me kompjuter makineri, me kompjuter kuantik, do bëjmë kombinacionet e duhura në kohë reale dhe ne nga bari do na dalë qumshi direkt. Çfarë qumshi do? Dhije lope me sa përqindje perfekt, jo kështu me gjëra. Ushqim original. A merren parasysh forcat e fërkimit tek shpejtësia e dritës? Forca e fërkimit, forca e dërguar. Ato më të bura. Forca e fërkimit dhe shpejtësia e dritës. Normalisht jo, normalisht shumë, por drita ka një farë fërkimi kur ecën në lëndë, sepse domethënë drita humb energji, ndërkohë që për shembull, nëse niset një dritë shumë larg në univers, nga fundi i universit, edhe ajo dritë nuk vjen më e gjitha këtu. Vjen 70%, 60% e dritës këtu. Sepse ka një farë fërkimi me hapësirën jo boshe, nga griza virtuale e reale që janë në hapësirën boshe, normalisht, dhe që ajo kur vjen këtu nuk vjen e gjitha drita. Ky quhet një fërkim. Ka, nuk është fërkimi ashtu siç është beton, objektet, po ka një fërkim. Energjia që çliron trupin. Energjia e dritës. Si? Energjia që çliron trupin njeriu ta ngelet në hapësirë? Në hapësirë, është energji, është nxehtësi. Është energji, domethënë është energji kimike. Nuk ka një energji, domethënë është energji nxehtësi. Është rezatim një faj kuq, kryesisht. Në hapësirë shkon, është rezatim, është foton e dritë. Ne lëshoj foton e dritë, një fat kuqe. Dhe kjo nuk është, po, shkon në hapësirë, po. Është një farë harxhimi, lëndë trupit që kemi neve. Po shumë pak. Si mundem është shumë pak. Të fitoj loto. Normalisht kur të bëhet kompjuter kuantik do e zgjidhë. Nëse ju do të dini probabilitetin në numra se sa i vogël është që kur vini loto sa mundësi keni ju të fitoni,
do ju bënte të mos luanit më dhe atëherë do fitoni me vërtet. Nëse do dini probabilitetin e vogël që keni për të fituar, atëherë do fitoni me vërtet. Vetëm nëse do dini tek, se s'do luanit më. Energjia, a ka temperaturë? Energjia po, energjia ka temperaturë. Varësi është përmirësim drejt. Sa më shumë energji, aq më shumë temperaturë. Kjo është përmirësim drejt. Është gjithmonë. Si do të ndikoj manipulimi gjenetik në evolucionin natyror të specieve? Do ndikoj si mas dëshirës tonë. Në këtë rast nuk bëhet me fjalë për evolucion, kush është më i shpejti, i shkati, i zgjuar etj. Të mbijetoj më i forti, më i miri, por aty bëhet si mas dëshirës pastaj. Mbijetoj kush doj. Mbijetojnë gjithë. Është artificiale. Evolucion artificial këtë rast. Nuk ka më lidhje evolucioni natyror. Nuk është më natyror. Është si duhet. Kthehej më shpejt, bosh më i ri, më mos i dush. Si shpjegojnë gjithë ato ndërtesa në mermer të gdhendura dhe kultura që sot gati janë zhdukur? Me skulpturat në mermer janë bërë nga artistë, nga mjeshtra në zanat. Të bësh mjeshtër në zanat duhet të kalosh shumë kohë me një punë caktuar. Normalisht më përpara nuk ka pas celulare, nuk ka pas shpërqendrime siç ka sot. Normalisht. Më përpara njerëzit kanë pas atë punë vetë, edhe hashin bukë me atë punë. Dhe normalisht e bëshin atë skulpturën, e bëshin realizatimin, pikturën, në mënyrë perfekte. Pastaj dhe janë paguar nga kishat, e? Paguar kanë qenë fjalë, edhe pagesa. Po Leonardo da Vinci ka ne për shembull një rast 7 vjet me pikturën e Mona Lisës. Ku ka piktor sot të ri 7 vjet me një pikturë? As po ta çon aty ke tregu kinez, e ta nxjerr kinezi për çka kohë Mona Lisës, ti nuk e dallon dot kush është origjinalja. Si është bërë sot? Ke ndonjë info për kohën negative? Koha negative janë thjesht koncepte të botës kuantike, janë thjesht koncepte, dhe në disa formula që ku dalin të lloj kohërash. Në botën kuantike pranohet fakti që ka më shumë se një kohë, ka 2-3 në kohë. Në të ketë më shumë se një kohë. Imagjino një hapësirë, një botë natyrë me disa kohëra. Në botën kuantike çfarë nuk nxjerr? Është ka kohë virtuale, kohë reale, çudi. A do të shkojmë drejt një tjetër revolucioni industrial? Atëherë në aty po shkojmë. Po shkojmë drejt evolucionit të në industrinë të përdorin vetëm robota. Do ketë më njerëz në industri, në fabrika e kështu. Do ketë vetëm robota dhe mundësisht dhe ai. Edhe normalisht ne do të heqim dorë nga prodhimi, do e bëj ai atë gjithë. Ne vetëm do rrim, do mendojmë normalisht bik, do hapim fusha të reja, fronte të reja shkencë, teknologjie, punë e tjera. Pyetja një herë nga e ka prejardhjen njeriu. Prejardhja njeriu nga kafshët më të thjeshta biologjikisht. Se njeriu. Kush është më e thjeshta më afërt është majmuni. Specie formës majmunit. Para nesh. Sa e vjetër është jeta njerëzore? Njerëzi është 3-4 milion vjet. Aq i vjetër është. Njeriu si njeri, Homo sapiens, Homo erectus, njeri. Pastaj ka pas forma tjera përpara. 3-4 milion vjet është ai njeriu që jetoi i fundit. Normalisht si formë njeriu ka dhe më shumë, ka 20 milion vjet. Pse u shkëput toka në këtë mënyrë që ekziston? Kush si? Pse u shkëput toka në këtë mënyrë që ekziston? Pse shkëput toka? Nuk është shkëput. Toka është planet si gjithë planetet e tjerë, rrotullohet në orbitë si planetet e tjerë, në një lartësi të caktuar nga dielli, me shpejtësi të caktuar nga dielli, rrotullohet rreth vetes me shpejtësi, një sakatoror. Nuk është e shkëputur. Nuk ka shkëputje normalisht. Çfarë kishte para krijimit të universit, nëse mund të imagjinohet diçka e tillë? Normalisht, pafundësisht kohë përpara, ka ndodhur një ngjarje pafundësisht e vogël, dhe nga ajo ka ndodhur një pasojë pafundësisht e vogël. Në to terma, praktikisht ka ndodhur asgjë. Por ka ndodhur diçka pafundësisht e vogël. Kështu nisi universi. Në qoftë se çon temperaturën e energjisë absolutisht në zero, çfarë ndodh? Në temperaturën 0 gradë Kelvin, lënda nuk ka më elemente kimike. Bëhet lënda është kondensimi Bose-Einstein, normalisht bëhet një kondensim lëndë i veçantë ku çdo element kimik, çdo grimc ka një gjatësi vale caktuar. Çdo grimc, protonet, elektronet, gjitha mionet, gjithë grimcat kanë një gjatësi vale caktuar, kanë një val caktuar.
i përshtatet një valë e caktuar në botën kuantike. Dhe shprehen si valë, grimca dhe valë. Kur arrin temperatura 0 gradë, shkojnë drejt 0 gradë, krijohet një lloj substance e re, brum, unik, ku të gjitha grimcat sillen në harmoni me njëra tjetrën. Është një lëndë e veçantë. Të gjitha grimcat bijnë në një. Edhe s'ka më grimca të veçanta në atë lëndë. Janë gjitha bashkë. Ky është kondensim. Kondensimi i lëndës Bose-Einstein. Është veçantë. Shumë e bukur kjo klasë. A ekzistojnë shumë bota ose toka si kjo e jona? Po, pa fund. Në një univers pa fund, sa do pak tjenë, jo s'janë pak, sa do pak tjenë, prapë është pa fund normalisht. 1% e pafundësisë. 1% e pafundësisë është pa fund. Po majmunët e tjerë pse s'u bën njerëz? Po bëhen njerëz, se sot ato të tjerët sot e kemi në formë majmuni. Domethënë kanë arritë të bëhen majmun sot. Më përpara kur ne ishim majmun, këto majmunë të sotën ishin kafsh shumë të parametme biologjikisht. Janë ca kafsh. Po duhen dhe miliona vjetë, se harrojmë se nuk bëhet. Jo shumë mentjer, jo. Miliona vite, miliona. Domethënë duhet puna e brezave të majmunëve, duke hyrë në përpejën, në lëvizje e trupit, brez pas brezi, zhduken ato majmuna që nuk ka arrin të lëvizin manevrojnë siç duhet, mbijetojnë disa të tjerë, ecin me këmbë, lëvizin, edhe breza pas brezash miliona vite, edhe në nuk imagjinojmë dot, ashtu. E derisa avash njeriu fillon me mundë, fillon të ndryshojë stil jetese, të ecë me dy këmbë, bëj diçka më shumë, se ka dy, kur jeni në pemë, të duhet të katra apo të kapë degët. Pak a shumë s'ke çapo. Mi do të hash me 2 apo 3 do marrësh këtë degët. Kur shkruajse në tokë, dy këmbë të ngjelin bosh. Edhe ke shumë kohë për shtesë në mendje për të menuar. Edhe me të dy dur, pasi do bosh funksione të tjera, do bosh sa procese të tjera, të cilat janë më ndryshe. Do mund të ecësh vetë, jeni një botë më të lehtë se sa ke pema. Sa civilizime toksore janë në planet? Sa civilizime? Toksore janë në planet. Civilizime? Qytete? Të veçanta, me nivel ka, disa qindra normalisht. Në qytetërime të mija, normalisht po themi që disa shtete bashkë mund të kenë një qytetërim, pak a shumë. Ku jeton thot? Mund të jenë 100. Unë në Kanada, në Montreal. Ora këtu është 10:35. Çfarë profesioni keni? Fizik, për fizik, kam marrë për fizik. Për fizik dhe normalisht te kam pasion gjithmonë. Fizikën normalisht. Pula apo veza e para? Unë mendoj pula. Pula është e para. Mire ke. Pula është e para se ndodhin dy gjëra. Një është evolucioni, evolucioni bën nga zogu, nga kafsha e thjesht zogu në pulë. Në një avancim më të madh. Dhe ne themi që pula bën vezë. Ne nga ky koncept që pula bën vezë, zogu nuk e bën atë, se bën pula vezë, veza pula vezë. Ne themi këtu që nësa pula bën vezën, kemi evolucionin normal dhe mikroevolucionin, evolucionin e një gjallëse vetëm. Do të thënë, pula ka lind si zog. Dhe duke u rrit mikroevolucione, edhe ajo zogu i fundit më kur nuk mund të quhet më zog, do të bëhet pulë patjetër. Në këtë rast, ai lindi si zog, pula, dhe në momentin që u rrit, u bë kaloi në pulë dhe bëni vezën. Do të thotë kalosh në pulë, bësh vezën. Dhe pastaj çfarë mendon për David Copperfield? Magjistar, domethënë, thjesht kështu njëri që bën lëra shpejtësie kështu. Tip jonglieri, tip si të them, tip një person që bën spektakle, asgjë më tepër. Deti ka krijuar një zbaticë 30 metra brenda 3-4 ditësh. S'po na ecën peshkimi, si shpjegohet? Hana e bën të punë. Hana merret me to. Pa ja 2 javë tjetër do vi prapë. Deti, nuk ka problem. E pula nga cili majmun u formu? Pula është formu nga mbetjet e dinosaurëve. 65 milionë vjet përpara. Pula është dinosaur. Dhe shumica e zonjve janë dinosaurë. Familja e dinosaurëve. Familja e saurëve. Shpjego pak këtyre lëvizjen e një trajtshme. Lëvizja e trajtshme është lëvizja e një trupi, domethënë, në të cilin nuk vepron as i forcë. Për shembull, unë nëse kthem pa ajo
e spostoj me këtë shpejtësi para, mos ketë ajër dhe nuk e prek më me dorë fare, ky do lëvizi në shpejtësi konstante. Unë i dhash nga shpejtësia 0, i dhash nxitim nga kjo pikë deri në këtë pikë, i dhash nxitim dhe deri në këtë pikë unë lëshova lëkyrën nga kjo pikë që mori nxitim nga 0 në 7 metra sekond, 4 orë, nga kjo pikë do eci konstant pastaj. Dhe kjo është shpejtësi konstante, kjo këtu. Na duhet ta mbyllim tani se shkoj shumë bën në fakt. Po, Live-in mund ta gjeni në YouTube pas disa ditësh, po keni edhe live të tjera? kam 3 live disa të herë. Po janë edhe live ka plot të tjera. Dhe që ka janë 6-15 live të tjera që mund shihni. Po kur është një njeri në trend, çfarë ndodh? Si? Kur është një njeri në trend. Kjo do eci me shpejtësi konstante prapë. Për sistemin e trenit. Ndërsa për jashtë treni, nëse treni ecën me shpejtësi konstante, ky do eci prapë me shpejtësi konstante. Do rrini Do i se shtohet zbardhët. shpejtësia e trenit. Do i shtohet. E tash që zbardhi i iku, Apo e shojmë në një simulim, Jo. a ndalon treni? Kur ndalon, ecën me shpejtësi negative, me nxitim negativ. Vjen edhe ngadalson quhet. Nxitimi negativ quhet ngadalsim. Dhe në rrish kështu është. Ja, Do ta mbyllim edhe do jemi sërish. Faleminderit. çdo të shtunë, juve. unë do e bëj Natën çdo e të mirë. shtunë si rregull, që dhe njerëzit mësohen që tash, do hyj çdo të shtunë tash. Seriozisht, Çfarë ore? do hyj sa më shpejt ke mundsi, sa më shpejt ke mundsi. Domethënë të shtunë presi se Natën e mirë, natën e mirë. Do flasim. Më Me mirë bashkë. mund të hyjnë edhe një nga ju dhe komunikojmë. Po, nëse doni edhe na kontaktoni E, po thoj që të bëjmë live. Ose mund të shkruajnë në mesazhe që kushdo që të flasit të lejnë takim që në shtunën do jesh dhe ti. Të mblidhemi, bëmi grup aty me 5-6 njerëz, flasim nuk e di. Se vetëm unë duke fol. natën e mirë, faleminderit gjithëve Okej. që qëndruat. Natën e mirë. Natën pra. Natën. Shtunën tjetër. Në shtunën tjetër.